Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditshtar i madh. Falënderimi qoftë për Perëndin, krijuesit të qiejve dhe tokës, i cili ka bërë engjëjt pejgamber me krah, me nga 2, 3 dhe 4. Ai shton krijimtari çka të doj. Perëndia, me të vërtetë, është i pushtetshëm për çdo gjë. I lavdëruar qoftë Allahu, krijuesi i qiejve e i tokës. Nga asgjëja, Allahu i lartësuar e lavdëron veten e vet për krijimin e qiejve dhe të tokës dhe të çdo krijesën e tij. Ai e lavdëron veten sepse ky krijim madhështor tregon për pushtetin e tij të gjerë, sondimin e tij gjithëpërfshirës, për mëshirën e tij të pashembullt, për urtësinë e tij të panë, diturinë e tij të pafund. Pasi përmendi faktin që ai është krijuesi i gjithçkaje, vijoi të përmend edhe çështjet e tjera plotësuese, që janë domosdoshmëri për krijesat, i cili i bëri melekët të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 palë. Melekët e Zotit janë zbatuesi të urdhave të tij të krijimit dhe të përkujdesit për krijesat. Ata janë të ngarkuarit e Zotit për transmetimin e urresave dhe ligjeve të tij fetare. Vërej me kujdes kur Allahu thotë, i cili i bëri melekët të dërguar. Kjo fjalë i përfshin të gjithë melekët e Zotit, gjë që tregon se të gjithë melekët e Zotit janë rob të bindur dhe të nënshtruar ndaj tij. Duke përshkruar melekët, Allahu i madhruar thotë, nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai urdhëron. Ata zbatojnë gjithçka për të cilën urdhërohen. Tarin 6. Duke qenë se melekët përmbushin urdhat e tij, Allahu i madhruar përmend forcën e tyre të madhe, shpejtësinë dhe saktësinë e përmbushjes së detyrave të tyre. Ai na tregon se i ka bërë melekët me nga 2, 3 dhe 4 palë krah, që të fluturojnë me shpejtësi në zbatimin e detyrave të Zotit. Ai ka bërë ata me 2, 3 dhe 4 palë krah, sipas urtësisë së tij. Ai shton në krijim çfarë të doj. Me të vërtetë, Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka. Allahu i madhruar veçon disa krijesa nga disa të tjera me cilësi të spikatura, për shembull, me forcë të madhe ose bukuri, me gjymtyr të shtuara më shumë nga e zakonshmja, me zë të bukur që të magniteti. Atë që Perëndia u ka dërguar njerëzve nga mëshira e tij, nuk mund ta pengojë askush, e atë që ai e pengon, askush nuk mundet pas tij ta jap. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Atë që Allahu u dhuron njerëzve nga mëshira e tij, askush nuk mund ta pengojë atë. Mirësi që ai e ndal, askush përveç tij nuk mund ta jap. Çdo gjë që ai dëshiron mund ta realizojë dhe askush nuk mund ta pengojë atë. Nga këto çështje janë edhe shtesat dhe ndryshimet që ai bën në disa nga krijesat e tij. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon për faktin se ai është i vetmi që përkujdeset dhe rregullon çështjet e krijesave, që jep dhe privon, ashtu siç e kërkon urtësia e tij. Ai thotë, ai është ngallëmtari i gjithësituri. Kjo është një nxitje për ta lidhur zemrën vetë në Allahun e madhruar dhe që ti shprehësh atij varfërinë dhe nevojën e madhe në të gjitha aspektet. Vetëm atij ti përgjirohesh dhe ti lutesh dhe vetëm atij ti friksohesh dhe tek ai të shpresosh. Ai është ngallëmtari i plotfuqishëm, që ka nënshtruar çdo krijesë. Ai është i urtë, që çdo gjë e vendos në vendin e vet dhe jep atë që meriton. O njerëz, kujtoni dhuntin e Perëndisë juve. A ka ndonjë krijues, pos Perëndisë, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? S'ka zot tjetër përveç tij, e nga po ja mbani ju. O njerëz, kujtoni me mirënjohjet e mira të Allahut për ju. Allahu i lartësuar ju udhëron të gjithë njerëzit që të kujtojnë mirësitë dhe begatitë e shumta që ai u ka dhuruar. Ky është një udhër që përfshin jo vetëm kujtimin dhe përmendjen e mirësive me fjalë, duke e lavdëruar Allahun që u ka dhuruar, por edhe me zemër dhe trup, duke ndjer mirënjohje dhe duke e lavdëruar përmes nënshtrimit dhe të jetuarit sipas urresave të tij. Kur njeriu kujton mirësitë e Zotit, nxit tek ai mirënjohjen dhe dashurinë për atë. Në vijim, Allahu përmend disa mirësi që konsiderohen si themelore, krijimin dhe furnizimin me mirësitë e domosdoshme për krijesën. Ai thotë, a ka ndonjë zot tjetër që ju furnizon ju nga qielli nga toka? Duke qenë se nuk ka asnjë zot tjetër veç Allahut, që i krijon dhe furnizon krijesat nga qielli dhe toka. Atëherë nga kjo del si përfundim se Allahu është ai që meriton adhurimin e krijesave dhe nështrimin e plotë të tyre ndaj tij. Për këtë arsye, nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç tij. Atëherë si po largoheni nga e vërteta? Si mund ta lejoni veten të largoheni nga adhurimi i atij që është krijuesi dhe furnizuesi i vetëm dhe të nështroni asaj që është krijesë nevojtare, e cila gjithashtu ka nevojë për Zotin? Pe çuditse, nëse ata ty o Muhamedi të konsiderojnë gënjeshtar, e me të vërtetë edhe para teje, pejgamberët i kanë konsideruar gënjeshtar, e te Perëndia kthehen të gjitha punë. Dhe nëse ata të mohojnë ty, dije se edhe të dërguarit para teje janë mohuar. Nëse të mohojnë ty, o profet, atëherë mendu pak për profetët para teje dhe le të jenë ata si shembull për ty. Dije se, por, vetëm te Allahu do të kthehen. Për gjykim të gjitha çështjet. Kështu ka qenë dhe do të jetë gjithmonë. Allahu i shkatëron mohuesit dhe kundërshtarët e profetëve dhe u dhuron fitoren profetëve dhe besimtarëve të tyre të denjë dhe të sinqertë.
Për njerëz, pa dyshim, premtimi i Perëndis është i vërtet e mos ju mashtroj, kursesi jeta e kësaj bote dhe le të mos ju mashtroj, kursesi mashtruesin e Perëndin. O njerëz, nuk ka dyshim se premtimi i Allahut është i vërtet. Premtimi i Allahut se do t'ju ringjallë për t'ju shpërblyer ose ndeshkuar për veprat tuaja është i vërtet dhe të mos keni asnjë dyshim për këtë. Kur të mos dyshoni për këtë të vërtet, për të cilën kanë ardhur të qarta të gjitha argumentet logjike dhe tekstuale nga Zoti në të gjitha shpalljet që ka zbritur në tokë. Atëherë, duke qenë se kjo është diçka e vërtet dhe premtimi i Zotit i sigurt, ju duhet të përgatiteni seriozisht për atë ditë. Koha është gjëja më e vyer, të cilën duhet ta mbushim me veprat e mira dhe nuk duhet të lejoni që për këtë t'ju pengojë askush. Prandaj mos lejoni që t'ju mashtrojë jeta e kësaj bote. Mos u mashtroni nga jeta e dinjas me kënaqësitë, stolitë dhe bukuritë e saj, dhe kjo t'ju shmangë nga qëllimi përse Zoti ju krijoi dhe mos lejoni që ky mashtruesi, shejtani t'ju largojë nga Allahu me mashtrimet e tij. Mos ndiqni hapat e shejtanit të mallkuar dhe mos bëni prej e kurtheve të tij. Shejtani është mashtruesi i madh dhe armiku juaj real. Për këtë arsye, si të tillë konsiderojeni atë. Me të vërtetë, djalli është armik për ju, andaj merreni atë për armik. Ai vetëm i thërret tisarët e vet që të bëhen shok të zjarrit. Shejtani është armiku juaj, prandaj edhe ju konsiderojeni si armik. Asnjëherë mos e harroni armiqsinë që ai fshin në vete kundër jush dhe asnjëherë mos e shpërfyeni luftën me të në çdo çast të jetës suaj. Ai ju sheh ju dhe ju nuk e shihni. Ai gjithmonë është në gatishmëri që t'ju dëmtojë dhe largojë nga Zoti juaj. Ai i fton listarët e vet për t'i bërë banor të zjarrit. Ky është qëllimi i tij për ata që e pasojnë. Ai sinon t'i poshtrojë ata me dënimin më të ulët, në çmues dhe të rënd. Në vijim, Allahu i madhëruar na tregon se njerëzit dalin në dy grupe, në varësi të bindjes ndaj shejtanit dhe pasimit të rrugës së tij, dhe na tregon gjithashtu edhe shpërblimin e tyre. Ai thotë: për ata që nuk besojnë ka dënim të rënd, e për ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira ka falje dhe shpërblim të madh. Ata që mohuan, Allahu do të kenë një dënim të ashpër. Të ta refuzojnë me forcë besimin e pastër, në të cilën ftuan profetët dhe e qartësuan plotësisht përmes shpalljes. Për këta të mirë, Allahu thotë që do të kenë një dënim të ashpër. Ai është një dënim shumë i rënd, të cilën ata do ta përjetojnë në zjarrin e xhenemit, ku do të jenë përgjithmonë. Ndryshe është gjendja e besimtarëve, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira do të kenë falje, të gjinave dhe shpërblim të madh. Këta besojnë me zemrat e tyre gjithçka që Zoti urdhëron që të besohet. Përveç që besojnë me zemër, ata bëjnë vepra të mira, vepra në të cilat i fton imani i tyre dhe jetojnë sipas këtij imani. Ata bën vepra të mira dhe përmirësuese të gjendjeve të tyre. Për këtë fatum, Allahu thotë që do të kenë falje të gjinave dhe shpërblim të madh. Ato të mbulohen dhe fshihen gjinat e tyre, që kjo e cila do të thotë se janë të sigurt dhe të shpëtuar nga gjumët e keqia të gjinave dhe dënimit që ato sjellin. Ata do të kenë edhe një shpërblim të madh dhe do të realizojnë gjithçka që synojnë. E vallë, a është ai që ju kanë zbukuruar veprat e tij të keqia dhe i duken ato të mira si ai që është i udhëzuar në rrugë të drejtë. Me të vërtetë, Perëndia shpjen në humbje këtë doj dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Mos u shkatërro ti për humbjen e tyre. Perëndia, me të vërtetë, është i gjithdijshëm për atë që punojnë ata. Atëherë a është i njëjtë ai të cilën e joshin veprat e keqia dhe i sheh ato si të mira me atë që e sheh qartë të vërtetën? A mund të jetë një lloj me besimtarin e mirë dhe të udhëzuar drejt dikush të cilët i duket e mirë puna e keqe? Atij është vënë pas shejtani i mallkuar, që ja zbukuron veprat e keqia dhe të poshta. Ndërsa besimtarin e sinqert e ka udhëzuar Allahu i madhëruar në rrugën e drejtë dhe në fenë e tij të pastër. A mund të jenë një lloj këta dy lloj njerëzish? I pari bën veprat e keqia dhe i sheh si të mira, e sheh të vërtetën si kotësi dhe kotësinë e sheh si të vërtetë. I dyti punon bën veprat e mira dhe e sheh të vërtetën të qartë dhe të pastër ashtu siç është. Mësojeni se këta nuk janë kurse se një lloj dhe dijeni se udhëzimi dhe humbja janë në dorën e Allahut të lartësuar. Allahu e lën në humbje atë që dëshiron dhe udhëzon atë që dëshiron. Prandaj ti mos u dëshpëro për ta. Për këtë arsye, mos u shqetëso e dëshpëro për ata të humbur nga rruga e drejtë, të cilëve shejtani i mallkuar u zbukuroi ligësi dhe i largoi nga e mira. Dije se në dorën tënde është thjesht kumtimi i qartë i shpalljes. Ti nuk mund t'i bësh zemrat që të pranojnë të vërtetën dhe as mund të krijosh iman me zemrat e tyre. Allahu është ai që e bën këtë dhe që do t'i shpërblejë secilën për veprat e bëra. Allahu e di mirë atë që bëjnë ata. Për këtë arsye, ai udhëzon në rrugën e drejtë atë që ai dëshiron dhe gjykon me urtësinë e tij. Dhe Perëndia është ai që dërgon erërat, që i lëvizin rrethë, dhe ne i drejtojmë ato me viset e vdekura, e me to e gjallërojmë tokën pas vdekjes së saj. Kështu do të jetë edhe ringjallja. Është Allahu ai që i lëshon erërat të cilat formojnë rreth.
Plot ujë, Allahu i madhëruar na tregon për bamirësinë e tij të gjerë dhe për pushtetin e tij absolut mbi gjithçka. Allahu na tregon se është ai që i lëshon ererat, të cilat formojnë ret plot ujë. Kështu, Allahu e lëshon shiun dhe jetën mbi një vend të thatë dhe ngjall, pasi ka vdekur dhe ne i drejtojmë ato në një vend të vdekur. Të thatë dhe ngjallin tokën pasi është shkretuar. Ja, kështu do të jetë edhe ringjallja. Kështu marrin jetë vendet dhe krijesat, ushqejnë kafshët e përhapen begatit dhe mirësitë ndër njerëz. Pikërisht kështu si që ngjall tokën e shkretuar, po ashtu do të ngjall të vdekurit nga varret e tyre, edhe pasi të jenë tretur zhdukur në tokë. Allahu i madhëruar ka për të zbritur atë ditë një shi nga qielli dhe trupat do të ribëhen, kurse shpirtrat do të rikthehen në ato trupa për të dalë të gjallë mbi tokë. Të gjithë do të dalin të gjallë për të qëndruar para Zotit, i cili ka për të gjykuar me drejtsinë e tij. Kush dëshiron madhrinë, e tërë madhëria është e Perëndisë, andaj kërkoni prej tij. Tek ai ngritën fjalët e bukura dhe veprën e mirë ai e pranon. Për ata që trillojnë veprat të këqija, do të ketë dënim të rëndë dhe trillimi i tyre do të falimentojë. Kush dëshiron krenarinë, le ta di se e tërë krenaria i takon Allahut. Pra, vetëm prej tij le ta kërkoj. Ti që kërkon krenarinë, kërkoj atë prej atij, në dorë të cilit është e gjithë krenaria. Krenaria mund të arrihet vetëm nëpërmjet adhurimit dhe bindjes ndaj tij. Në këtë ajet, Allahu i lartësuar e sqaron me hollësh adhurimin dhe mënyrat e shprehjes së tij, kur thotë: "Tek ai ngjitem." Të gjitha fjalët e mira. Është ai që i ngre lart punët e mira. Adhurime nëpërmjet të cilave arrihet krenaria janë edhe ato që Allahu i lartësuar i ka quajtur El Kelimut Tayyibu, pra, fjalët e mira. Këtu bëjmë pjesë leximi i Kuranit, i traditës profetike, dijes së dobishme, tesbihu, falënderimi dhe mirënjohja ndaj Allahut me fjalë, madhërimi i Allahut nëpërmjet shahadetit dhe çdo fjalë e mirë dhe e dobishme. Këto fjalë të mira ngrihen lart dhe paraqiten tek i lartësuari. Nëse janë të sinqerta, Allahu i lartësuar i përmend përmendisit e tij në veten e vet dhe mes melekëve në qiell. Gjithashtu, adhurime janë edhe ato që Allahu i lartësuar i quajnë El Amelus Salih, veprat e mira të zemrës dhe të gjymtyrëve, të cilat është po Allahu i lartësuar që i ngre lart, i vlerëson dhe i shpërblen me bujarinë e tij. Ky është njëri nga kuptimet e ajetit. Në fjalin edhe veprat e mira, është ai që i ngre lart, kundrinori i drejtë janë veprat e mira, ndërsa kryefjala është ai, pra, Allahu i lartësuar. Ndërsa kuptimi tjetër vjen në këtë mënyrë, tek ai ngjiten fjalët e mira. Ndërsa është puna e mirë ajo që e ngre fjalën e mirë lart tek Allahu. Ajo që ngrihet lart kundrinori i drejtë është fjala e mirë. Ndërsa ajo që e ngre lart fjalën e mirë dhe e bën atë të pranuar dhe të dashur tek i lartësuari është kryefjala, puna e mirë. Kështu, vetëm fjalët e mira të vërtetuara dhe të konkretizuara nga veprat e mira dhe të sinqerta për Allahun janë ato që ngjiten tek i lartësuari. Ati që nuk bën veprat e mira, nuk ngjiten dhe paraqiten as fjalët tek i lartësuari dhe kështu ai nuk mund të jetë i përmendur prej të madhërismit mes melekëve në qiell. Është shumë qartë se vetëm nëpërmjet veprave të sinqerta dhe fjalëve të mira mund të arrihet krenaria e kërkuar dhe çdo e mirë e dinjas dhe ahiretit. Ndërsa veprat e këqija sjellin plotësisht të kundërtim. I lartësuari thotë, ata që kurdisin komplotet e së keqes, ata do të kenë një dënim të rëndë dhe komplotet e tyre do të dështojnë. Vepërkçite, përmes dredhije, kërkojnë krenarinë dhe arritjen e qëllimive të tyre. Por dredhit e tyre, në vend që t'u japin atë që kërkojnë, u kthehen kundër dhe godasin pikërisht urësit e tyre. Nëse kërkojnë krenarinë nëpërmjet kutheve dhe dredhije, ata do të përfitojnë veç e poshtrimin, dëshpërimin dhe humbjen. Ata do të poshtërohen dhe ndeshkohen rënd. Asgjë nga kurthet e tyre nuk do të mund t'i shpëtojë dhe mbrojë. Ato do të shkatërohen dhe do të zhduken pa lënë gjurmë. Perëndia u ka krijuar së pari prej dhëut, pastaj nga pika e ujit farës, spermës, dhe më në fund u ka bërë çifte me shkuje femra. Dhe asnjë femër nuk mbetet shtatëzën e as nuk lind pa dijenin e tij. Dhe jeta e askujt as nuk zgjatet as nuk shkurtohet e që të mos jetë e shënuar në libër. Me të vërtetë, kjo për Perëndinë është lehtë. Allahu ju krijoi prej dheu, pastaj prej një pikë uji. Sperma e pastaj u bëri çift. Çdo femër mbetet shtatëzan dhe lind vetëm me dijen e tij. Allahu i lavdëruar na kujton krijimin e llojit njerëzor dhe kalimin e tij nga një fazë në një fazë tjetër, duke filluar nga një pikë uji e pastaj i bëri çift. Kështu, ai u bën të kaloni fazë pas faze, derisa vjen në fazën kur ju lidh në marrëdhënie të ngushtë bashkëshortore mes burrit dhe gruas. Në fakt, me këtë bashkim synohet lënia e pasardhësve. Por, sidoqoftë, edhe pse martesa është një sebeb që e bën të mundur këtë synim, prapë kjo mund të ndodhë veç me caktimin dhe dëshirën e Allahut të madhruar. Për këtë arsye, ai thotë, çdo femër mbetet shtatëzën dhe lind vetëm me dijen e tij. Po kështu, edhe të gjitha fazat e tjera nëpër të cilat kalon njeriu janë me caktimin dhe lejen e Allahut dhe me urdhrin e tij.
Ai thotë, askujt nuk I jepet të jetojë gjatë ose të shkurtohet jeta, paqen kjo është shënuar në libër. Liu I Mahfudh, ai që jeton gjatë, jeton me dijen, lejen e caktimin e Zotit. Edhe nëse dikujt I shkurtohet jeta, për shkak të atyre shkaqeve që Zoti ka bërë të tilla, kjo ndodh sërish me diturinë e Zotit. Ndër shkaqe që shkurtojnë jetën, profeti ka përmendur zinan, marrëdhëniet jashtëmartësore, padrejtësinë ndaj prindërve, ndërprerjen e lidhjeve farefisnore e të tjera vepra të ngjashme. Me fjalë të tjera, jetëgjatësia ose shkurtimi I saj, me shkak apo pa shkak qoftë, të gjitha rastet janë në dorë të Allahut dhe ndodhin me dijen e Tij. Madje, të gjitha këto ai I ka shënuar në një libër. Në këtë libër janë shënuar të gjitha sa I ndodhin në robërit në jetën e Tij, në të gjitha kohët dhe kjo është e lehtë për Allahun. Dituria e Tij gjithëpërfshirëse e fjalëve e veprave të robërve, shkrimi I të gjitha atyre në libër, ringjalja e tyre pas vdekjes, të gjitha janë të thjeshta për Allahun e madhruar. Në këto ajete, Allahu I lartësuar na tregon disa argumente logjike për vërtetësinë e ringjaljes. Kështu, ai tregon se si ngjall tokën pas vdekjes së shkretimit të saj. Ai që e ringjall tokën pasi është shkretuar, ai ka për t'i ringjallur edhe njerëzit pas vdekjes së tyre. Po kështu, Allahu I madhruar përmend faktin se si ai e bën njeriun që të kalojë nga një fazë në një tjetër. Ai që e krijoi njeriun nga dheu dhe pastaj e bëri që të kalojë nga një fazë në një tjetër, ai është I plotpushteshëm që ta risjellë në jetë ashtu siç ka qenë, dhe kjo është e lehtë për të. Gjithashtu, Allahu I madhruar përmendi faktin se dituria e Tij ka përfshirë çdo pjesë të gjësisë, qoftë asaj qiellore, qoftë asaj toksore, qoftë gjërat e imta e të padukshme, qoftë ato të mëdha e gjigante. Ai është I gjithditur për ato gjëra që fshihen brenda gjoksit dhe për embrionet e krijuar brenda barkut të nënoe. Allahu I madhruar është I gjithditur edhe për kohën e jetës së krijesave, për shtimin e paksimin e saj. Të gjitha këto ai I ka shkruar në një libër. Kur të gjitha këto çështje janë të thjeshta për të, atëherë vlen të thuhet me bindje se rikrijimi I krijesave e rikthimi I tyre në jetë është më I thjeshtë për të. I lavdëruar qoftë Allahu, mirësitë të cilit janë të shumta e të panumër. I lavdëruar dhe madhruar qoftë ai që I njoftoi robërit e Tij për çdo mirësi dhe çdo gjë që rregullon çështjet e tyre, të dynjas dhe të ahiretit. As dy detet nuk janë të njëjta, njëri është I ëmbël dhe I këndshëm, e që uji pijet lehtë, e tjetri është I njëllë dhe I idhët. Ju shiheni me mishtënjom prej njërit dhe tjetrit dhe prej tyre nxjini histori që I mbani dhe të I sheh anijet se në për të çajnë ujin, për të kërkuar nga dhuntit e Tij, e që të bëheni falënderues. Nuk janë një lloj dy dete, ky është I ëmbël, I pishëm dhe I këndshëm dhe ky tjetri është I kripur dhe I hidhur. Allahu I lartësuar na njofton rreth pushtetit, urtësisë dhe mëshirës së Tij të pashëmbullt. Ai I bëri detet dhe lumenjt si dy mirësi të jashtëzakonshme në dobi të botës toksore. Ai I dha secillit prej tyre veçori. Urtësia kërkoi që lumenjt të kenë ujë të ëmbël, që të mund të përdoret për të pirë e për të vaditur bimësim. Pinë gjallësat e vaditën të mbjellat, ndërsa detin e bëri të kripur, që të mos prishet ajri që vrethon tokën nga era atyre që ngurdhin në det. Gjithashtu, uji I detit është ujë që rrin në një vend dhe nuk lëviz dhe kripa e bën që të mos marrë erë të keqe. Në këtë mënyrë, kafshët që jetojnë në det janë të sheshme dhe të mira. Përveç këtyre, ka edhe shumë mirësi të tjera që janë të pamundura pa këtë rregull të vendosur nga Zoti. Nga të dyja llojet e ujërave, si ato të kripura, ashtu edhe ato të ëmbla, prej tyre ju. Nxjini e hani misht të njëmë e të freskur dhe nxjini edhe stoli që I mbani si zbukurime. Dhe ti sheh anijet se si çajin dagët gjushëm që ju të mund të kërkoni nga të mirat e Tij dhe të bëheni mirënjohës. Prej tyre nxjerrin ushqime dhe gjevahire, të cilat ju mundsojnë begatit të shumta. Ndër mirësitë e deteve është edhe fakti që në për të udhtojnë edhe anijet të shumta, duke lundruar nga një kontinent në tjetër, duke transportuar udhëtarët dhe mallrat e tyre. Kështu përmbushen mirësitë e shumta të Zotit. Ai Perëndia e shpjen natën e zgjat njërën dhe shkurton tjetrën, dhe e ka nështruar diellin dhe hënën, secili lëviz deri në kohën e caktuar. Ky është Perëndia, Zoti juaj. Pushteti është I Tij. Ata që jallëroni ju, posti, nuk posedojnë as sa lëkura e bërthamës e hurmës. Është Allahu ai që e fut natën te dita dhe ditën te nata, duke shkurtuar herë njërën e herë tjetrën. Kështu, Allahu I madhruar, herë e shkurton njërën e herë tjetrën. Sa herë që vjen njëra, largohet tjetra. Ndonjëherë janë një lloj kohëzgjatje. Kështu përmbushe shumë nevojat e njerëzve, kafshëve, pemëve e bimëve. Allahu I lartësuar vendosi dobi të shumta kur nështroi diellin dhe hënën, dritën dhe shkëlqimin. Njerëzit gjatë ditës lëvizin e gjatë natës shqetësohen. Kur dielli ndriçon, robërit shpërndahen e kërkojnë prej mirësive të Tij. Nëpërmjet ngrohtësisë së diellit, piqen prodhimet dhe pastaj edhe mund të thahen për të ruajtur me gjatë si ushqim në dimër. Kështu arrihen shumë mirësi që janë nga domosdoshmëritë e jetës. Pa ato, njerëzit nuk do të mund të jetonin dhe I kanë shtruar diellin dhe hënën që lëvizin sipas një afati të caktuar.
Si dielli dhe hëna lëvizin në orbitën e tyre dhe do të vazhdojnë të lëvizin derisa të dëshirojë Allah. Por kur të afrohet koha e fundit të kësaj dynjaje, kjo lëvizje do të përfundojë dhe forca e ndikimit i tyre do të ndërpritet. Hëna dhe dielli do të shuan, ndërsa yjet do të rrezohen. Në ajete me sipërme, Allahu i lartësuar na tregoi shumë nga krijesat madhëshore, të cilat tregojnë për bamirësinë dhe për cilësitë e tij absolute. Pas këtyre shenjave, ai thotë: "Ky është Allah, Zoti juaj dhe vetëm atij i takon i gjithë shëndimi. Ai që është i vetmi që i krijoi ato krijesa dhe i nështroi për dobin tuaj, ai duhet të jetë i vetmi që meriton adhurimin. Atij i takon pushteti dhe mbretërimi i gjithçkaje. Dhe ata që ju luteni përveç atij nuk posedojnë asnjë cip të holl, si ajo e forës së urmës. Idhujt e putat nuk sotërojnë asgjë, as të madhe as të vogël. Madje as atë që quhet el, kitë mirë kështu quhet si pambështjellëse e bërthamës së urmës së palmës, që është gjëja më e pavlefshme dhe më e vogël. Si është e mundur që ti luten diçkaje që nuk ka në pronësinë e vet as një grimc pushteti, as në qiell dhe as në tokë? Pikë dise, nëse ju i thërrisni ata, thirrjen tuaj ata nuk e dëgjojnë, edhe sikur ta dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Edhe në ditën e Kiametit, ata do ta mohojnë atë që ja përshkruanin për shok Perëndis. Dhe askush nuk do të informoj ty o Muhamedi ashtu si ai gjithdijshmi. Nëse u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, edhe nëse u luteni, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, sepse ose jam sen e pa jetë, ose të vdekur, ose jam e le, të cilët janë të përkushtuar për t'ju bindur Zotit e tyre, por, edhe sikur ta dëgjonin, ata nuk mund t'i përgjigjen. Lutje suaj, por edhe sikur të supozonim se do ta dëgjonin lutjen tuaj, ato nuk do t'i përgjigjeshin, sepse ata nuk zotërojnë gjë dhe shumica e tyre nuk janë të kënaqur dhe as e pranojnë adhurimin që këta të mirë u përkushtojnë. Në ditën e Kiametit, ata do ta mohojnë adhurimin tuaj. Ata do të distancohen prej jush dhe do të thonë: "I dëlirje, o i madhruar, ti je Zoti ynë dhe je i pastër nga ajo që ata thonë." Por ata adhuronin gjindet dhe shumica e tyre besonin në ta. Sebe 41. Dhe askush nuk mund të ta thotë ty: "O njeri, të vërtetëm, siç ta thot ai, që është i gjithditur." Askush nuk mund të sjellë një lajm të sigurt si Allahu, që është me i vërtetin e lajmet që sjell dhe i gjithditur për çdo fshehtësi. Kur ai të njofton për një lajm, të jesh i sigurt sikur ta shije me sytë e tu dhe të mos kesh asnjë dyshim për të. Në këto ajete tregohet qartë me argumente e fakte të dukshme të kuptueshme se Allahu i madhruar është i vetmi i adhuruar me merit. Askush, përveç tij, nuk meriton gjë prej adhurimeve. Çdo adhurim tjetër, veç adhurimit të përkushtuar Allahut, është kotësi dhe nuk ka për t'i sjellë adhuruesit e tij asgjë të mirë. O njerëz, ju jeni të varfër te Perëndia, nevojtar për çdo gjë. Perëndia s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për falënderim. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, Allahu i madhruar u drejtohet të gjithë njerëzve dhe u tregon për gjendjen e tyre nevojtare si atributi i tyre i pandashëm. Ai u tregon se ata janë të varfër dhe nevojtar para atij nga çdo drejtim. Së pari, ai i bëri që të ekzistojnë. Nëse ai nuk do t'i bënte të ekzistonin, ata nuk do të ekzistonin. Ata janë nevojtar që Allahu t'i pajisë me fuqi e aftësi, me gjymtyr e shisa. Nëse Allahu nuk do t'i pajiste me to, ata nuk do të mund të kryenin asgjë. Ata janë nevojtar që Allahu t'i furnizoj e ndihmoj me mirësitë e shfaqura të fshehura. Nëse nuk do të ishte mirësia, ujëria dhe lehtësimi i veprave nga ai, asnjë mirësi dhe domosdoshmëri të jetës nuk do të mund të arrinin. 4. Ata janë nevojtar tek Allahu që ai të largojë prej tyre çdo ligësi e sprovë të rëndë, çdo dëshpërim nga hallet e kësaj dynjaje të ahiretit. Nëse nuk do të ishte mbrojtja e tij e mëshirshme dhe largimi i fatkeqësive e rëndësave prej tij, ato do të ishin të vazhdueshme mbi robën dhe do ta shkatëronin jetën e tij. 5. Ata janë nevojtar për edukimin dhe për kujdesin e tij si dhe për rregullimin e veprave nga ana e tij. 6. Ata janë nevojtar edhe që ta adhurojnë atë me dashuri. Ata kanë nevojë ta duan atë, të shpresojnë tek ai, të friksohen e përgjerohen në adhurime, kanë nevojë të shprehin atij sinqeritetin e plot në adhurimet e tyre. Kështu lumturohen shpirtrat e tyre dhe gjejnë gëzimin dhe kuptimin e jetës. Nëse ai nuk do t'i udhëzonte dhe të krijonte në zemrat e tyre këtë besim, ata do të ishin shkatëruar, shpirtrat e tyre do të kishin vdekur, zemrat e tyre do të ishin verbuar dhe gjendja e tyre do të ishte pa shpresë. 7. Ata janë nevojtar që ai t'u mësoj atë që nuk e din dhe t'u jap forcë që të kryejnë atë që u sjell dobi dhe rregullon gjendjen e tyre. Nëse ai nuk do t'i mësonte, asgjë nuk do të dinin dhe nëse nuk do t'u jepte fuqi të bënin veprat e mira, gjendja e tyre nuk do të përmirësohej. 8. Ata janë të varfër e nevojtar kundrejti me gjithë shenjen e tyre, në çdo kuptim me këndvështrim, edhe pse ata nuk e kuptojnë ndonjë aspekt të kësaj nevoje. Me i përkryeri është ai njeri që ndjen nevojën e tij në çdo gjendje qaste, si në çështjet e dinas,
ashtu edhe në çështjet e fesë dhe besimit. Për këtë arsye, të tillë njerëz i shet që gjithmonë t'i lutën e përgjërohen në këmbëngulje Allahut që kur të mos i lërë të mbështeten në forcat e tyre, as në çast të shkurtër sa në politje sysh. Ata i lutën që ai t'i ndihmojë e t'u jap dituri e forcë në çdo vepër e çështje. Kjo është një ndjenjë nevoje që i shoqëron ata në çdo çast të jetës. Këta e meritojnë që Zoti t'i ndihmojë dhe t'i mëshirojë në varfërinë dhe nevojën e tyre. E si të mos i ndihmoj ai, që është më i mëshirshëm për ta se sa prindërit për fëmijën e tyre kurse Allahu është i pasur dhe i ladhëruar. Ai është i pasur dhe s'ka nevojë për asnjë. Atij i takon pasuria e pavarësia e plot nga çdo aspekt. Allahu nuk ka nevojë për atë që kanë nevojë krijesat e tij dhe nuk është i varur e nevojtar, siç janë krijesat. E si mund të ketë nevojë ai që është i plot dhe absolut në cilësitë e tij? Të gjitha cilësitë e tij janë të plota dhe absolute, pa asnjë mangësi dhe të gjitha atributet e tij janë madhështore dhe të bukura. Pjesë e pasurisë dhe pushtetit të tij të madh është edhe fakti që ai pasuron dhe furnizon krijesat e tij në dynja dhe në ahiret. Allahu është i lavdëruar në veten e tij dhe në cilësitë e tij, sepse të gjitha ato janë të bukura. Ai është i lavdëruar për atributet dhe veprat e tij, që janë të larta dhe të ndërtuara mbi bujarinë, pamirësinë, drejtsinë, urtësinë e mëshirën. Ai është i lavdëruar edhe për të gjitha urdhëresat e ndalesat e tij, për ligjin e tij të mrekullueshëm, sipas të cilit krijesat duhet të adhurojnë dhe duhet të ndërtojnë jetën e tyre. Ai është i lavdëruar e meriton dashurinë e plotë e çdo përlevdim për ato cilësi e veprat e tij dhe për gjithçka e çdo ligj, mirësi e porosi që vjen prej tij. Allahu është i lavdëruar në pasurinë e tij dhe faktin që është i vetëm mjaftueshëm. Ai është i pasur e nuk ka nevojë për lavdërimin e krijesave. Kuptimi i fjalës El-Rab. Fjala El-Rabik vjen në arabisht me 4 kuptime. 2 kuptime kanë lidhje me qenién e Allahut të madhëruar dhe veten e tij, ndërsa 2 tjerat kanë lidhje me veprat e tij. 2 kuptimet që kanë lidhje me qenién e Allahut të madhëruar janë 1. El-Mulk. El-Rab do të thotë El-Maliki, pronari, sunduesi. Allahu i lartësuar thotë Lillahi Mafis, Samawati wal Ardh. Allahut janë gjithçka në qiell dhe në tokë. Ai thotë gjithashtu Lillahi mulku samawati wal ardh, Allahut i takon pushteti dhe mbretërimin në qiell dhe në tokë. Gjithçka në qiell dhe në tokë janë edhe i përkasin Allahut të lartësuar, janë në pronësinë dhe sundimin e tij. El Sayyid. El Rabu është El Sayyidu vel. Muto, pra, është zotëria të cilit duhet i binden të gjithë. Ai është i plot në të qenurit Zot. Arabët e quajnë atë që është e Sayyid. Zotëri. Në surën Yusuf, Allahu i lartësuar thotë: O shokët e mi të burkut, njeri prej jush do t'i jap të piver zotëriut e vet, ndërsa tjetri do të kryqëzohet dhe shpesët do të hanë nga koka e tij. Çështja për të cilën kërkua shpjegim ka marrë fund. Atij, për të cilin besonte se është i shpëtuar, i tha: "Më përkujto mua te zotëriut." Po shejtani e bëri të harante që ta përkujtonte të zotëriu i tij, e për këtë mbeti në burg disa vjet. Në të gjitha këto raste, fjala arab do të thotë Sayyid. Pra, zotëria. Çfarë kuptimi ka kjo fjalë në surën Ilas, Allahus Samet? El Samedu është El Sayyidu, te cilit i bindet dhe i nënshtrohet gjithçka dhe tek i cili ngrihen dhe parashtrohen të gjitha çështjet. Prandaj gjitha çështjet e tua parashtroja dhe kërkoja veç atij që është El Sayyid. Plotin e zotërimin dhe sundimin e tij. Parashtrimi dhe kërkesa një çështje që askush veç Allahut nuk ka pushteti për ta realizuar, te dikush tjetër veç Allahut, konsiderohet shikose e dhujtari ndaj Allahut të lartësuar. Nëse ja kërkon dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ti nuk e ke kuptuar se Allahu është El Sayyid. Pra, plotin e zotërimin e sundimin e tij. Ajo që kërkohet është mbështetja e plot tek Allahu, por edhe kryerja e çdo sebepi njerëzor që është në mundësinë e robit. Nuk duhet të gabojmë në këto dy drejtime. Ne nuk duhet të bazohemi krejtësisht në ndërmarrjen e masave dhe sebepeve njerëzore, por edhe lënia tërësisht e sebepeve është e gabuar. Bazimi krejtësisht në sebepe është kufër, ndërsa lënia e sebepeve tërësisht është mendjeleci. 2 kuptimet që kanë lidhje me veprat e Allahut të madhëruar janë tedbiu dhe tërbijetu. 1. Tedbiu është përkujdesja, përrregullimi, administrimi. Allahu është El Mudabbiru, pra, kujdestari, përrregulluesi dhe administruesi. Ai përkujdeset, administron dhe rregullon çështjet e krijesave të tij. Ai u bën atyre bamirësi dhe i trajton me mëshirën e tij. Tërbijetu. Edukimi. Allahu është El Mrabi, do me thënë edukuesi, furnizuesi e ruajtësi. Kështu, Allahu i madhruar është krijuesi, sunduesi, përrregulluesi dhe edukuesi i krijesave të tij. Por çfarë vjen nga kjo? Ai që ka këto cilësi është i vetmi që meriton të adhurohet. Allahu është
Zoti i botëve dhe atij i takon pushteti zotërimi, përkujdesja dhe rregullimi i çështjeve të krijesave të tij. Por diçka duhet të kuptohet mirë. Përkujdesja, edukimi dhe rregullimi që ai ofron krijesave ka lidhje shumë të ngushtë me impenjimin dhe përkushtimimin e tyre për ta pranuar dhe reaguar korrektësisht në lidhje me këtë përkujdesje dhe edukim. Gjithashtu, ka lidhje të ngushtë me përkushtimin dhe dedikimin e krijesave drejt Allahut, Zotit të botëve. Është e vërtetë që Allahu i lartësuar përkujdeset dhe rregullon çështjet e të gjitha krijesave me një nivel caktuar përkujdesie dhe rregullimi, mos apo besimtar, unë mirë apo punë këqij qofshin ata. Por përkujdesja dhe rregullimi që ai ofron të dashurëve të tij, të cilët janë nështruar për ta adhuruar si një të vetëm, është diçka tjetër. Disa robër i shtojnë veprat e mira dhe adhurimet ndaj Zotit ashtu si ai ka porositur. Çdo e mirë që ata bëjnë i çon dhe i ndihmon ata për të kaluar në një tjetër punë të mirë. Kështu vazhdojnë, derisa rrethi i punëve të mira që ata punojnë zgjerohet dhe zmadhohet. Profeti Asa ka thënë, ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin, të ruaj. Pas kësaj, ti je i ruajtur me mbrojtjen, përkujdesjen dhe ruajtjen e Zotit tënd. Kështu, disa robër nëse përpiqeshin të mos i bindeshin Allahut, nuk do të mundeshin, ashtu si disa të tjerë që, nëse do të përpiqeshin për të ju bindur Allahut, nuk do të mundeshin. Të dyja grupet hyjnë dhe i nënshtrohen përkujdesit dhe edukimit që Zoti ofron. Në varësi të përkushtimit dhe dedikimit të krijesave është edhe lloji i përkujdesjes, rregullimit dhe edukimit që Allahu i madhruar ofron atyre. Edukimi dhe përkujdesja ndaj krijesave nuk është i njëjtë. Profeti Asa ka thënë, ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin, të ruaje përgjegjësinë dhe detyrat për Zotin që ta gjesh atë para teje. Një Allahun në kohë begatije mirësie, që ai të njohur në kohë vështirësie dhe shtrëngimi. Allahu i madhruar i edukon dhe rregullon gjendjen e robërve. Ai e bën këtë duke i bërë të ndjenë dhe të jenë të sigurt se ata janë nevojtar për të dhe të varur prej tij në çdo aspekt. Prandaj dhe profeti Asa ka thënë, çudi me çështjen e besimtarit. Të gjitha gjendjet e tij janë mirësi. Nëse mbulon mirësia dhe begatia, ai falënderon dhe tregon mirënjohje dhe kjo është e mirë për të. Nëse atë godet fatkeqësia, ai bën durim dhe kjo është e mirë për të. Por kjo nuk i ofrohet askujt tjetër veç besimtarit. Besimtari është i kënaqur me Allahun. Në xhamin e Tirmidhiu që nohet, ai që kënaqet me të me Allahun, kënaqësi do t'i jepet, ndërsa ai që zemërohet e tregon pa kënaqësi me të me Allahun, pa kënaqësia dhe zemërimi do t'i jepet. Një gjë është e padiskutueshme dhe e sigurt, përkujdesja e Zotit për robërit dhe edukimi e përmirësimi që ai ofron atyre është i vazhdueshëm dhe jepet me urtësi të mëdha. Besimtari kënaqet dhe përjeton kënaqësi të mëdha duke ju bindur Allahut në adhurimet përkushtuar atij. Ai e shijon dhe përjeton kënaqësi në çdo çast që kalon, duke bërë durim thjesht dhe vetëm në emër të adhurimit të Zotit të tij. Ndërsa i pabinduri mohuesi, i cili nuk e di dhe nuk e kupton që Allahu i madhruar është rregulluesi, edukuesi dhe ai që ofron përkujdesin dhe përmirësimin e gjendjes së robërve, gjendja e tij është ashtu sikurse e ka përshkruar i madhruari kur thotë, ka njerëz që adhurojnë Allahun me luhatje. Nëse e godet dënje e mirë, ai qetësohet me të. Por nëse e godet ndonjë sprovë, ai kthehet në fytyrën e vet të vërtetë. Ai i ka humbur dynjan dhe ahiretin. Ky është ai dështimi i qartë. Agj 11. Nëse besimtari sprovohet dhe goditet me ndonjë fatkeqësi, ngushtim apo vështirësi, ai vazhdon të jetë i kënaqur me Zotin e tij dhe përcaktimet e tij të urta. Ai e di mirë se Allahu është ai që rregullon çështjet e krijesave, përkujdeset dhe edukon robërit e tij me më të mirë përkujdesje dhe rregullim. Nëse robi sëmurët ose sprovohet në pasurinë e tij, të dashurit e tij apo në veten e vet, ai e kupton mirë faktin se Allahu është Rab. Pra, Zoti i pushteshmi është es se i du. Do me thënë zotëria që ka në dorë të gjitha çështjet është El Maliku. Pronari dhe sunduesi i gjithçkaje është El Mudabbiru. Kujdestari dhe rregulluesi i çështjeve të robërve është El Murabbi, edukatori i robërve të tij. Ai e kupton mirë faktin se Allahut i takon të bëjë gjithçka që ai dëshiron, për shkak se ai është i plot në zotërimin dhe pushtetin e tij. Allahu i madhruar nuk pyetet për atë që bën, por krijesat do të pyeten. Allahu i madhruar në përkujdesjen, edukimin, administrimin dhe rregullimin e çështjeve të krijesave ka vendosur rregulla dhe kritere të mrekullueshme dhe të urta. Ai përkujdeset për ta dhe rregullon çështjet e tyre me sheriatin që ka vendosur për ta, por edhe me kaderinë e tij të urtë dhe të pacënueshëm. Kaderi i tij nuk mund të mposhtet dhe të cënohet, ndërsa në çështjen e zbatimit ose jo të sheriatit të tij ka lënë robëritë e lirë që të bëjnë zgjedhjen e tyre. Dhe pikërisht kështu u sprovuan krijesat. Madhruari i sprovon krijesat me kaderin dhe kadan e tij, dhe kaderi i tij kur nuk mund të mposhtet dhe cënohet. Por nga ana tjetër, ai edukon robërit dhe i udhëzon ata që të rregullojnë çështjet e tyre përmes sheriatit të tij. Përmes këtij sheriati, ai urdhëron e ndalon dhe i lë robërit të lirë,
që të bëjnë zgjedhjen e tyre. E gjitha kjo është pjesë e tedbirit dhe tërbijes së Allahut të Madhruar, për të shpjeguar lidhjen e ngushtë mes kaderit dhe sheriatit, si dhe tërbijes dhe tedbirit që Allahu ofron për njerëzit, le të sjellim një shembull që ka lidhje me pasurinë dhe pronësinë. Allahu i Madhëruar e ka pajisur njeriu me instinkte. Prej instinkteve të njeriut është dëshira për të pasur pronë. Njeriu e dë pronën, madje edhe një foshi, nëse jep diçka në dorë, kurdo që t'i ja heqësh nga dora, e shtrëngon dhe nuk të lejon t'i ja marrësh. Prandaj Madhruari e përshkrua njeriun duke thënë, ju e doni pasurinë me një dashuri të madhe fexhr. Ndërsa profeti Jasë ka thënë, sprova e ummetit tim është pasuria. Pasuria është fitne, qoftë kur është e vogël, qoftë kur është e madhe. I varfëria është në sprovë, por edhe i pasuri është në sprovë. Kështu, Allahu i Madhruar e krijoi dhe e përcaktoi që ne ta kemi këtë instinkt. Brenda nesh gjendet ajo që quhet kooperaci. Allahu ka thënë ai që është ruajtur nga kooperacia e vetes së tij, me të vërtetë ka fituar. Çdo kush ka brenda vetes kooperaci. Ndërsa Allahu e ka treguar se shpëtimi është i lidhur me ruajtjen nga kooperacia. Allahu vërtet ka krijuar tek ne kooperaci dhe ka përcaktuar me kaderin e tij, por në të njëjtën kohë na edukon dhe na fton që të rregullojmë çështjet tona përmes sheriatit të tij, duke thënë, ai që është ruajtur nga kooperacia e vetes tij, me të vërtetë ka fituar. Kështu, fakti që Allahu është Rab, Maliki, Sejid, Mudebir dhe Murabi, shfaqet dhe në paqartë dhe në një lidhje shumë të ngushtë mes kaderit dhe sheriatit të tij. Allahu i Madhruar, përmes sheriatit të tij, na edukon dhe përkujdeset që të rregullojë çështjet tona. Këta e bën shkallë, plotësi, mëshirë dhe butësi. Cili i tij është i mrekullueshëm dhe lehtësisht i pranueshëm. Mendo pak në këtë ajete. Allahut i takon pushteti i qiellve dhe i tokës. Ai njofton krijesat se çdo gjë që ata e zotërojnë në këtë dynja, do të vijë dita që ata të largohen dhe çdo gjë do të kthehet tek ai. Por, nga ana tjetër, për të na edukuar dhe përmirësuar shkallë, na thot, gjithçka që ju shpenzoni, ajo është e juaja. Ose thotë, faleni me rregull namazin, jepni zekatin dhe jepni për hir të Allahut tuaj të mirë. Çfarë do të mirë të përgatisni për veten tuaj, atë do ta gjeni tek Allahu me të mirë dhe me të shpërblyer. Kërkoni falje prej Allahut, se, padyshim, Allahu është falësi i madh dhe mëshirëplot. Muzemin 20. Gjithashtu, thot, s'ka dyshim se atyre që japin sadaka dhe që japin Allahut njëva të mirë, atyre do të shumë fishohet ajo dhe do të marrin shpërblim të madh. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, të sinqertët dhe dëshmorët, ata kanë te Zoti i tyre shpërblimin dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohojnë shenjat, tona janë banorë të xhahimit. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm një lojë, kalim kohën e argëtim, stoli e krenarit me sysh dhe përpjekjen e shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Ajo i ngjan atij shiu, prej cilit bima i hapit bujqit, por pastaj ajo thotë dhe shet e verdh, mandej përthyer dhe kalbet. Ndërsa në botën tjetër ka dënim të rënd, por edhe falje gjunahesh dhe dhurim kënaqësi nga Allah. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm se një përjetim mashtrues. Shpejtoni që të fitoni faljen prej Zotit tuaj dhe xhenetin, gjerësia të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës dhe që është i përgatitur për ata që i besojnë Allahut dhe të dërguarve të tij. Ai është mirësia e Allahut që ja jep kujt të doj, Allahu është dhuruesi i madh. Hadith 18:21. Gjithashtu, ju ftoni për hir të Allahut dhe ta dini se Allahu është dëgjues dhe i gjithditur. Kush është ai që do t'i jap Allahut një huat e mirë që ai t'i jashtoj atë shumë fish. Allahu shtrëngon dhe po. Ai që i ron, vetëm tek ajo shkrimi juaj. Vekare 244-245. Ky është një edukim dhe rregullim përmes sheriatit që njerëzit të pastrohen nga kooperacia. Në këtë mënyrë, i Madhruari na jep mundësinë për të zgjedhur që të pastrohemi nga kooperacia dhe që pasuria të jetë në dorën tonë thjesht si një mjet dhe jo të bëhet qëllim. Nëse shpirtrat e njerëzve, përmes këtij sheriati dhe sipas tij, bëhen më të gjera se sa pasuria, pushteti dhe postet, atëherë ummeti do të jetë në mirësi dhe begati. E kundërta u lëm për të kundërtim. Sa njerëz bien një nga krijimet më të mëdha dhe të dënueshme, siç është fajdeja, ndërkohë që kanë miqfarëfis dhe të afërm të cilët kanë mjaftueshëm pasuri që të mos e lejojnë atë të bjerë në këtë gabim kaq fatal. Nëse do t'i ja jepnin borxh dhe të bënin durim, do të ishte një lehtësim dhe rregullim i madh. Ai që i shikon këto nivele të këshillës dhe edukimit e kupton se Allahu është edukatori i robërve të tij. Duke qenë se Allahu i Madhruar është i plotë si edukator dhe rregullues i çështjeve tona, ai nuk na le të jemi të shkujdesur dhe të hallakatur. Ai vendosi rregullat e tij të krijimit dhe kaderit në gjithësinë e tij, por gjithashtu na shpalje dhe rregullat e sheriatit të tij, përmes të cilave ai rregullon çështjet tona dhe na edukon. Nëse ne do të bënim zgjedhjen e duhur dhe të bënim durim me të, shkëputur nga mësimi i shehë i meshur. Hasan al-Zaman në tefsir. Nëse don ai, ju zhduk dhe sjell krijesat e reja.
Nëse do të dëshironte ai mund t'ju zhdukte të sillte krijesat e tjera. Kuptimi, nëse ai dëshiron, mund t'ju zhduk juve dhe të sjellë njerëz të tjerë që të jenë të bindur dhe adhurues të mirë. Këtu kemi të bëjmë me një kërcënim përshfarosje dhe nëse Allahu dëshiron diçka, askush nuk mund ta pengojë a ndalojë atë që ai dëshiron. Por ka mundësi të ketë një kuptim tjetër, nëse dëshiron ai, e sjell fundin e jetës suaj në këtë dynja dhe pastaj ju ringjall, për t'ju marrë në llogari e për t'ju shpërblyer e ndëshkuar sipas veprave tuaja. Dhe dëshirën dhe premtimin e tij askush nuk mund ta kthejë pas. Ai është i plot pushtetshëm që t'ju ringjall pas vdekjes suaj. Por kjo ka një kohë të përcaktuar nga Zoti se kur do të ndodhë, që as nuk do të shpejtohet e as mund të vonohet. Kjo për Perëndin nuk është vështirë. Dhe kjo nuk është as pak e vështirë për Allahun. Nuk ka asgjë të pamundur për Zotin dhe asgjë nuk mund ta pengojë atë për atë që dëshiron. Për kuptimin e dytë tregon edhe konteksti i ajeteve në vazhdim. I lartësuari thotë: dhe asnjë mëkatar nuk do ta bartë mëkatin e tjetrit. Ose i ngarkuari me mëkate, madje i thirruri qoftë edhe i afërt. Ti paralajmëron vetëm ata që i druajnë Zotit të tyre edhe në fshehtësi dhe që bëjnë namazin. Ai që pastrohet nga mëkatet, ai është pastruar për dobit e vet, e kthimi është te Perëndia. Askush nuk do të ngarkohet me barën. Gjinohet e tjetrit. Ditën e Kiametit, çdo kush do të shpërblyet sipas veprave të tij dhe askush nuk do të bartë gjinohet e të tjerëve. Edhe nëse i rënduari me gjinohet thërret donjë për t'i bartër ato, askush nuk do të mund t'i bartë ato, edhe nëse është nga të afërmit e tij. Njerëzit që janë të ngarkuar me gjinohe e padrejtësi do të kërkojnë që ndokush t'i ndihmojë e të mbajë një pjesë të peshës së atyre gjinoheve, po askush nuk ka për t'i ndihmuar, edhe sikur të jenë të afërmit dhe miq me të ngushtë në këtë dynja. I afërmi nuk pyet as pak për të afërmin. Gjendja në ajire ndryshon nga dynjaja, në të cilën të dashurit bëjnë për njeri, tjetrin dhe shoku e ndihmon shokun. Ndërsa ditën e gjykimit, njeriu do të dëshirojë të gjejë ndonjë mundësi sa do të vogël për të përfituar diçka nga të tjerët. Atë njerëzit do t'i kërkojnë me të madhe çdo padrejtësi që u kanë bërë të tjerët. Madje, edhe sikur të bëjë fjalë për prindërit e të afërmit, do të kërkojë prej tyre edhe një grimcë të drejtë, sado e vogël të jetë ajo. Ti mund të tërheqësh vërejtjen veç sa atyre që e kanë frikë Zotin e tyre në fshehtësi dhe e falin rregullisht namazin. Kështu, paralajmërimet u sjellin dobi veç se këtyre lloj njerëzve. Ata e kanë frikë Zotin e tyre edhe kur janë mes njerëzve dhe i shohin të tjerët, por edhe kur nuk i sheh askush veç Zotit. Këta e falin rregullisht dhe me shumë kujdes namazin, duke përmbushur kushtet, shtyllat, detyrat dhe çdo fjalë e vepër të pëlqyeshme të namazit. Ata përpiqen që ta falin namazin duke përmbushur atë që konsiderohet si thelbi dhe shpirti i namazit, frikë respekti e përunësia ndaj Zotit. Kështu, ata e përforcojnë drojën nga Zoti në zemrat e tyre. Është pikërisht kjo drojë që i bën ata të jenë shumë të kujdesshëm në përmbushjen e çdo urrësete të Zotit dhe në largimin e ruajtjes nga çdo ndalesë. Ata i friksohen dënimit të Allahut nëse i shkelin këta kufi. Namazi i forcon ata për të bërë veprat e mira dhe për të u larguar nga çdo ligësi. Dhe kush e pastron veten, e ka për të mirën e vet dhe tek Allahu do të kthehen të gjithë. Ai e pastron veten nga mangësitë e gabimet, nga syfaqësia, mendjematësia, mashtrimi, hilet, intrigat e hipokrizia e shumë cilësi të ulta. Nga ana tjetër, ai stoliset me cilësitë e larta, si vërtetësia, qetërsia, modestia, butësia, dëmshëria, dashamirësia për të tjerët, si edhe zemërpastërtia nga urrëtia, cilia e shumë cilësitë e ulta të morali. Çdo kush që e pastrohet nga ligësitë dhe stoliset me virtytet e larta, i bën dobi veç së vetes. Asgjë nga këto vepra të mira nuk ka për të humbur apo shkuar kot. Allahu i madhruar thotë, tek Allahu do të kthehen të gjithë. Ai do t'i shpërblej krijesat për atë që kanë bërë dhe do t'i marrë në pyetje për gjithçka kanë bërë. Ai nuk ka për të lënë asgjë, të madhe atë vogël pa u nxjerrë në shesha ditë, sepse ai ka ruajtur dhe shënuar plotësisht ato. Nuk janë, kursesi, njësoj i verbeti dhe ai që sheh. I verbri dhe ai që sheh nuk janë një lloj. Allahu i madhruar na njofton se gjërat e kundërta nuk mund të kenë kurrë të njëjtin gjykim tek ai dhe në urtësinë e tij. Madje, ato nuk mund të jenë një lloj edhe në opinionin e natyrës së pastër dhe të papërhyer të robërve. Nuk është një lloj ai që është i verbër me atë që sheh qartë, po kështu, asërsia dhe drita. Dhe asërsia dhe drita, dhe ashia, e freskët dhe nxehtësia, dhe nuk janë një lloj të gjallët dhe të vdekurit. Të gjithë ju jeni të sigurt dhe të bindur se këto gjëra nuk mund të jenë një lloj. Atëherë, po kështu duhet të jeni të bindur se edhe konceptet e kundërta nuk mund të jenë një lloj dhe të kenë të njëjtin gjykim. Nuk janë një lloj besimtari dhe mohuesi, as i udhëzuari në rrugën e drejtë dhe i humburi, as i dituri dhe i padituri, as banorët e xhenetit dhe banorët e zjarrit, as ata që i kanë zemrat e gjalla dhe ata që i kanë zemrat e vdekura.
Mes këtyre gjërave të kundërta ka dallime aq të mëdha, sa që vetëm Zoti i di. Njeriu duhet të njohë mirë këto dallime, në mënyrë që të gjykojë drejt secilës duhet të japë përparësi të garojë për të arritur, dhe prej cilës duhet të largohet dhe të ruhet. Le të meditojmë me quri se cilat janë synimet e larta, për të cilat të ja vlen të sakrifikosh jetën. Allahu bën të dëgjojë atë që ai do, Allahu i dhuron atij që ai dëshiron aftësinë të dëgjuarit të dobishëm, pra, të dëgjuarit që të mundson të kuptosh dhe të pranosh me zemër të vërtetën. Allahu është i vetmi që e jep këtë lloj udhëzimi dhe e krijon atë brenda shpirtit të robit, kurse ti nuk mund ta bësh të dëgjojë atë që është në varr. Ti nuk mund t'i bësh të dëgjojnë ata që i kanë zemrat e vdekura. Ashtu sikurse fjalët e tua nuk u sjellin asnjë dobi të vdekurve në varre, po ashtu ato nuk i sjellin ndonjë dobi atij që e refuzon të vërtetën me kryenësi. Por detyra jote është që ti jesh ti paralajmërosh ata dhe t'u kumtosh të qartë shpalljen e Zotit, pavarësisht e pranojnë ose jo atë. As freskia e hijes dhe vapa. U tefsiru sure Fatir, ajet 20. As nuk janë, kursesi, të barabartë, të gjallët dhe të vdekurit. Me të vërtet, Perëndia bën që të dëgjoj, këtë doj ai, e ti Muhamedi nuk mund të bësh të dëgjojnë ata që janë në varre. U tefsiru sure Fatir, ajet 20. Ti je vetëm paralajmërues. Ti je vetëm një çartues. Kjo është detyra që Zoti të ngarkoi për njerëzit. Ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, si ariq dhe paralajmërues, e nuk ka pasur asnjë popull që të mos i ketë ardhur paralajmërues. Ne të dërguam ty me të vërtetën, si përgëzues e çartues. Allahu të dërgoi me të vërtetën ndër njerëz pikërisht në një kohë kur në botë kishte shekuj që nuk ishin dërguar profet dhe rruga e të vërtetës ishte mbuluar nga ligësia dhe drita e diturisë ishte zbehur. Njerëzit kishin nevojë të domosdoshme për shpalljen. Dërgimi yt me të vërtetën në të tilla kushte ishte shprehje e mëshirës së madhe të Allahut për njerëzit dhe banorët e tokës dhe për të gjithë botën. Feja e pastër dhe rruga e drejtë që të dërguamta përhapësh ndër botë është e vërteta, sigurt dhe e vetme. Ajo është e vërtetë dhe jo kutsi. Kurani që ne të shpallëm së bashku me urtësinë përbën gjithë të vërtetën dhe nuk ka asnjë vend për me dyshje në të. Ne të dërguam në këtë botë si përgëzues për të gjithë ata që të bindën e pasojnë rrugën tënde, se do të kenë shpërblime e mirësi të shumta në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Të dërguam edhe si çortues e paralajmërues për të gjithë ata që nuk të binden, se i pret dënimi i Allahut në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ti nuk je i pari profet që Zoti dërgoi ndër njerëz. Dhe në çdo popull ne kemi dërguar çortues. Edhe në popujt e mëparshëm Allahu dërgoi paralajmërues që të sillnin argumentet e tij, me qëllim që jo besimtarët të mund ta dinin se kanë mohuar pasi e vërteta ju bëhet qartë, ndërsa besimtarët të mund të vazhdonin të besonin pasi e vërteta u bëhet qartë. E fal 42. Nëse ata të konsiderojnë ty gënjeshtar, e madje edhe paraardhësit e këtyre i kanë përgënjeshtruar pejgamberët. Pejgamberët e tyre kanë ardhur me dokumentet e qarta, fletushka dhe libra ndriçues. Nëse këta të përgënjeshtrojnë ty, dije se kështu përgënjeshtruan. Të vërtetën edhe paraardhësit e këtyre, edhe pse të dërguarit e tyre u patën ardhur me argumentet e qarta, me mesazhe dhe libra të ndriçëm. Edhe nëse të mohojnë këta idhujtar dhe të quajnë mashtrues, dije se nuk je i pari profet të cilën e refuzojnë populli i tij. Mesoje se kështu mohuan të vërtetën edhe ata që ishin më parë edhe pse të dërguarit e tyre u erdhën me argumentet e qarta, me mesazhe dhe libra të ndriçëm. Ata u sollën ajetet të qarta për të vërtetën dhe tregueset e besnikërisë së tyre në atë që sollën nga Zoti. Ata sollën edhe libra të shkruar dhe të shpallur nga Zoti, të mbushur me shumë ligje e porosi. Allahu i pajisi ata edhe me libër të ndriçëm, dritë dhe ndriçues, me lajme të vërteta të sjellën edhe dhe me ligje të mrekullueshme. Mohimi i tyre nuk erdhi si pasojë e ndonjë paqartësie apo pasigurie në vërtetësinë e madhështinë e argumenteve të Zotit, apo se profetët lanë gjemangët në kumtimin e së vërtetës, por thjesht për shkak të padrejtësisë dhe inatit të tyre. Pastaj, unë i kam dënuar mohuesit, e çfarë ka qenë dënimi im? Në fund unë i shkatërrova ata që nuk besuan dhe a e di se ishte ai ndëshkim? Ai i dënoi mohuesit e profetëve dhe besimit e vërtet me forma të ndryshme. A e dini se ishte ndëshkimi i Zotit? Ai ishte ndëshkimi më i drejtë dhe i ashpër. Kini kujdes dhe mos se mohoni këtë profet të nderuar, sepse do t'ju bjerë ajo që i goditi ata, popujt të shkuar dhe do t'ju mbuloj dënimi i dhëmshëm dhe poshtërimi i madh. Vallë, a nuk di ti që Perëndia e lëshon ujin prej qiellit e që ne, me të krijojmë frutë llojesh ngjyrash të ndryshme, e nëpër male gjenden rrugë të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe krejtësisht të zeza. A nuk e sheh se si Allahu lëshon shi nga qielli? Dhe me të ne bëjmë që të dalin në dritë prodhime e bimësit e shumta me ngjyra të ndryshme, edhe në përmale bëri shtresa të bardha e të kuqe dhe me nuanca të ndryshme ngjyrash. Ka edhe shtresa shumë të zeza.
Allahu i madhruar u tregon njerëzve për krijesat kaq të shumta dhe të ndryshme, edhe pse origjina dhe lënda bazë e jetës së tyre është e njëjtë. Edhe pse kanë të njëjtën origjinë, ata janë aq të ndryshëm dhe të larmishëm, sa çokush e dëshmon me sytë e ballit. Allahu i madhruar u tregon këto fakte njerëzve që ata të shohin dhe të binden për pushtetin e tij të plot dhe absolut dhe për urtësinë e tij të gjerë dhe të pashëmbullt. Kështu, Allahu i lartësuar lëshon ujin nga qielli dhe me të jep jetë bimësisë. Edhe pse toka kumbinë është e njëjtë dhe uji është i njëjtë, madje çdo kusht tjetër jetësor është i njëjtë, frutat dhe bimët janë të larmishme. Po kështu, edhe malët që Zoti vendosi si shtylla fiksuese për shtresat e tokës, i sheh që të jenë të ndryshëm dhe të ndërfutur në njëri tjetrin. Por edhe në të njëjtin mall gjen ngjyra dhe shtresa nga më të ndryshmet. Ai përmban shtresa të bardha, të verdha, të kuqe, si edhe shtresa që janë sterë të zeza. Ka edhe njerëz, edhe shtazë, edhe bageti, po ashtu lloje të ndryshme. Me të vërtetë, Perëndisi druajnë vetëm të dishmit prej robërve të tij. Me të vërtetë, Perëndia është i plotfuqishëm dhe falës. Edhe te njerëzit, kafshët e bagetit kanë ngjyra të ndryshme. Kështu i gjen edhe njerëzit, kafshët e bagetit. Ata janë me ngjyra të ndryshme, me cilësi të ndryshme, me zëra të ndryshme, me pamje të ndryshme, që çokush i dallon. Të tillë janë ata, edhe pse të gjithë vijnë nga e njëjta origjinë, ujë. Të gjitha këto ndryshime janë argument i qartë që tregon për vullnetin e Allahut dhe faktin se është ai vullnet që zbatohet në botë. Allahu dëshiron që t'i veçojë disa krijesa me cilësi të caktuara që nuk i kanë të tjerët. Kështu, ai dallon disa me ngjyra e disa me pamjen që i dhuron. Të gjitha tregojnë për pushtetin dhe fuqinë absolute të Allahut që i solli në ekzistencë dhe krijoi këtë larmishmëri krijesash. Ato tregojnë gjithashtu për urtësinë dhe mëshirën e tij të gjerë, sepse nëpërmjet kësaj larmishmërie ai u sjell krijesave mirë si e dobi të pallogaritshme. Kjo dëshmon gjithashtu edhe për diturinë e gjerë të Allahut dhe për faktin se ai ka për t'i ringjallur të gjithë ata që janë në përvare. Por ata që janë të pavëmendshëm dhe të pakujdesshëm nuk mundën që të kuptojnë dhe të shohin të vërtetën. Në fakt, të vetmit që përfitojnë nga këto fakte janë ata që i druhen madhështisë dhe pushtetit të Zotit. Këta, duke medituar me kujdes, arrin të shohin urtësitë që fshihen në krijimin e Allahut. Nga robërit e tij Allahut i friksohen vetëm ata që kanë dituri. Ai që është me ditur rreth Allahut, ka për të qenë edhe më i respektueshëm dhe i druajtur prej tij. Frika dhe dituria rreth Zotit bën që njeriu të ruhet nga gjinohet dhe të përgatitet mirë për takimin me. Ky ajet është argument që tregon për vlerën e lartë të diturisë. Dituria të mund sëndrojnë nga Zoti. Ata që i friksohen Allahut janë me të nderuarit, që Allahu ka për t'i lartësuar dhe shpërblye, sikur se thot në një ajet tjetër kuranor, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira janë krijesat më të mira. Shpërblimi për ta është e Zotit tyre, në xhenetet e Adnit, në për të cilët të rrjedhin lumenj. Atë do të jenë të përjetshëm. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me të. Kjo është për ata që i druhen Zotit të tyre. Bejnë 8. Allahu është ngallënimtar dhe falës i madh. Ai është ngallënimtari, i cili është absolut në krenarinë, madhështinë dhe fuqinë e tij. Treguesi i forcës, fuqisë e krenarisë së tij janë edhe këto krijesa të ndryshme dhe të larmishme që ai ka krijuar. Ai është edhe El Gafar, do me thënë, falës i madh për gjinohet e atyre që pendohen sinqerisht tek ai. Padyshim, ata që e lexojnë librin e Perëndisë dhe kryejnë namazin, dhe haptazi e fshehur razi japin nga ajo me çka i kemi furnizuar ne, shpresojnë shpërblimin që nuk do të humbas. Ata që e lexojnë dhe e pasojnë librin e Allahut, e falin rregullisht namazin dhe nga mirësitë që ne u kemi dhënë, japin fshehtazi dhe haptazi, shpresojnë, vërtet në një tregëti që kur nuk do t'u dalë me humbje. Këta janë ata që zbatojnë me korrektësi urdhëresat e Zotit. Ata janë të kujdesshëm në përmbushjen e detyrimeve dhe në lënien e ndalesave. Ata i besojnë pasni me dyshje lajmet dhe informacionet e sjella nga Zoti dhe i pohojnë dhe i besojnë ato me siguri të plotë. Ata nuk i japin përparësi asnjë fjale tjetër mbi fjalën e Zotit dhe të profetit e tij. Ata fatrume këndojnë fjalën e Allahut me kujdes dhe saktë, si edhe studiojnë me vëmendje për të kuptuar mesazhin e tij. Ata meditojnë që të nxjerrin mësimet dhe kumtet e Zotit në mënyrë të vazhdueshme, me pas përmendet diçka e veçantë nga veprat e tyre të mira. Është namazi, shtylla e fesë së Zotit dhe drita e muslimanit. Namazi është treguesi i fortë i imanit në zemrën e njerëzit që kur nuk e njeh. Namazi është shenjë treguese e vërtetësisë së Islamit të një njeriu ose gënjeshtrës së tij. Pastaj përmendet shpenzimi i pasurisë për hir të Allahut në ndihmë të afërmëve, farefisit, të varfërve, jetimëve e të tjera kategori që janë në nevojë. Të tafatum shpenzojnë për hir të Zotit qoftë kur bëhet fjalë për shpenzimet e detyrueshme, si zakati, kompensimet e detyrueshme pasurore për betimet e shkëlqura, por edhe për shpenzimet e pëlqyeshme. Allahu thot se ata japin nga pasuria fshehtas dhe haptas,
ashtu si e kërkon urtësia dhe që dobia të jetë më e madhe. Këtë bëjnë në çdo ku dhe gjendje, kur janë të pasur dhe kur kanë frikë varfërinë. Pastaj Allahu i Madhruar tregon se çfarë i shtyn ata që të bëjnë vepra të mira, që ai t'u plotësoj shpërblimin dhe që t'ju shtojë atyre nga dhuntit e tij. Me të vërtetë, ai është falës dhe falënderues. Sepse ai, Allahu do t'u jap të plot shpërblimin e tyre dhe do t'u shtojë edhe më shumë nga mirësia e tij. Kjo është një tregti që kur nuk del me humbje. Ata shpresojnë nga shkëmbimi më i mirë, kënaqësia e Allahut me ata dhe shpërblimet e shumta dhe të panumërtat e tij, nga një anë, dhe shpëtimi nga zemërimi dhe dënimi i atij që është i plot pushtetshëm, nga ana tjetër. Kjo tregon se ata i bëjnë veprat e tyre me sinqeritet vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe nuk kanë ndonjë qëllim të ulët. Pastaj Allahu i Madhruar na tregon se ata do të arrijnë atë që aq shumë e shpresojnë, që ai t'u jap të plot shpërblimin e tyre. Ai ka për t'u dhënë të plot dhe të pasënuar shpërblimin për veprat e tyre, në varësi të masës dhe cilësisë që kanë ato vepra. Pastaj do t'u shtojë edhe më shumë nga mirësia e tij. Jo vetëm që do t'u jap të pasënuar shpërblimin, por Allahu i Madhruar do t'u shtojë atë edhe më shumë nga bujaria e tij. Me të vërtetë ai është falës i madh dhe shumë mirënjohës. Allahu i Madhruar u mbulon dhe fal të keqijat dhe gabimet dhe i shpërblën për ato veprat e paka dhe të vogla që bëjnë. Atë që ta kemi shpallur ty prej librit, është e vërtetë e saktë, duke qenë vërtetues për atë që është shpallur para tij. Perëndia, me të vërtetë, për robërit e vetë i di të gjitha dhe ai sheh të gjitha. Ajo që ne ta kemi shpallur ty nga libri, është e vërteta që vërtetson çfarë është shpallur para tij. Kuranit. Allahu i Madhruar na tregon se libri që ai ja shpalli profetit e tij është vetë e vërteta, sepse të gjitha të vërtetat janë në të. Aq të shumta janë të vërtetat që përmenden në të, saqë mund të thuhet se e vërteta është e gjitha brenda tij. Allahu na njofton për këtë fakt, në mënyrë që në zemrat tona të mos ketë asnjë pasiguri dhe rëndesë në lidhje me të, por të kemi siguri të plotë rreth tij dhe të jemi të kujdesshëm që kur të mos e shpërfillim atë. Duke qenë se ajo është vetë e vërteta, atëherë çdo gjë që është sjellë në të, prej çështjeve mallore dhe të fshehta, është e vërtetë. Mesazhet e tij duhet të kuptohen drejt për drejt dhe saktë, e jo me në kuptimet që bien ndesh me kuptimin e drejt për drejt dhe të qartë të tij, sepse kështu e vërteta do të ndryshojë dhe transformohej sipas mendjes së njerëzve. Ky libër është dhe vërtetuesi i asaj që është shpallur para tij, Kuranit. Kurani vërteton mesazhin e sjellë ndër shpalljet e para dhe besnikërinë e profetëve të tyre. Të gjithë profetët dhe shpalljet e Zotit kanë paralajmëruar dhe përgëzuar për këtë libër madhështor, ndaj dalja e tij është vërtetimi atyre lajmeve dhe përgëzimeve. Ky libër është tregues edhe i vërtetësisë së shpalljeve të shkuara, prandaj nëse dikush e mohon këtë libër, në fakt ka mohuar dhe librat e parë, që pretendon se i beson. Nuk ka mundësi që dikush t'i besojë me të vërtet librat e shkuar dhe pastaj të mohojë Kuranin e Zotit. Mohimi i Kuranit hedh poshtë pretendimin se ai beson librat e mëparshëm, sepse një ndër lajmet më të rëndësishme të sjellura në ata libra është edhe shpallja e këtij Kurani dhe ligjit e plotë e madhështor. Mesazhet dhe lajmet e librave të mëparshëm janë një lloj si mesazhet dhe lajmet e Kuranit. Allahu di mirë dhe sheh gjithçka që bëjnë robërit e tij. Ai i jep çdo populli e çdo njeriu atë që i shkon për shtat atij. Kështu, ligjet e shpallura më parë ishin të vërteta dhe të përshtatshme për atë kohë dhe ato vende dhe për gjendjen e atyre popujve ku u shpall. Allahu i Madhruar vazhdimisht dërgoi profet ndër njerëz, profet pas profeti, derisa e mbylli vargun e tyre me më të zgjedhurin, Muhamedit. Nëpërmjet Muhamedit solli këtë ligj të mrekullueshëm, që të jetë në dobit e njerëzve dhe që të rregullojë jetën e tyre deri në Kiamet. Vetëm nëpërmjet kësaj shpalljeje, njerëzit do të gjejnë mirësinë e mbarsinë në çdo kohë dhe vend. Pastaj, ne u kemi dhënë librin Kuranin robërve tanë të zgjedhur. Disa prej tyre i kanë bërë dëmvetës duke bërë mëkate, e disa prej tyre janë në rrugët e mesme, e disa prej tyre shkojnë përpara me të mira, me lejen e Perëndisë. Kjo është dhëntie e madhe. Pastaj ne u kemi dhënë librin trashëgim atyre robërve tanë që i kemi zgjedhur. Ky është umeti njerëzve me të kompletuar në logjikën dhe urtësinë e tyre, me të pastër dhe të mirë në qëllimet e tyre, me të butë dhe të dëmshëm në zemrat e tyre, me të pastërtit në shpirtrat e tyre. Për këtë arsye, Allahu i Madhruar i zgjodhi e dalloi ata mbi të tjerët. Ai i dalloi duke zgjedhur që Islami të jetë feja e tyre dhe i dalloi duke u dhuruar me madhështorin libër, këtë Kurani, që është sqaruesi dhe kriteri i së vërtetës dhe vërtetues të librave të mëparshëm. Për këtë arsye, Allahu thot, ne u lam librin e trashëgim robërve tanë që i patëm zgjedhur. Por edhe mes këtij umeti ka gjyna qare e gabimtar. Allahu i Madhruar thot, por ka disa prej tyre që i bëjnë keq vetes së tyre, janë ata që kanë dëmtuar vetveten me gjunahe, por më të vogla se kufri ka që janë mesatar. Këta janë kufizuar duke kryer vetë urdhrat dhe duke lënë dalesat e ka prej tyre që, mendimin e Allahut,
garojnë në punë të mira. Këta garojnë dhe përpiqen e veprat e mira duke u kaluar të tjerëve. Këta jo vetëm që kryejnë ullat, por përpiqen me adhurime të shumta dhe bëjnë edhe shumë vepra vullnetare, jo vetëm që i largohen harameve, por uruan edhe gjërave që janë të papëlqyeshme. Allahu i madhëruar i zgjodhi të gjithë pjesëtarët e këtij ummeti për të udhëruar këtë libër, edhe pse ata mund të jenë të gradave të ndryshme dhe gjendjet e tyre janë të ndryshme. Secili prej tyre është pjesë e përshkrimit si trashëguesi i këtij libri madhështor. Madje, edhe ai që e ka dëmtuar vetëm me gjunahe, në zemrën e tij është baza e imanit të pastër dhe nisimit të Zotit. Ai ka njohuri rreth çështjeve të imanit dhe punon sipas imanit të tij. Për këtë arsye, ai meriton të hyjë ndër ata që janë trashëgimtar dhe pasues të këtij libri. Qëllimi i fjalës trashëgimtar të librit është trashëgimtar të detyrisë së tij dhe veprave që ai urdhëron, studimit të tekstit të tij dhe nxjerrjes së mësimeve prej tij. Vëri me kujdes se si Allahu, kur foli për ata që garojnë në veprat e mira, shtoi dhe tha, mendimin e Allahut. Kjo fjalë duhet të qëndrojë vath në veshtë e këta njerëz, që të mos mashtrohen dhe vetë kënaqen me këtë mirësi apo të mendojnë se arritën me detyrinë dhe forcën e tyre. Këtë mirësi arritën vetëm me dëshirën e Allahut dhe forcën e dhuruar prej tij. Është ai që i bën zemrat e tyre të gatshme dhe të forta për të arritur atë gradë. Për këtë arsye, e vetmja gjë që duhet të bëjnë është që të angazhohen në adhurime e veprat e mira, për të shprehur mirënjohjen atij që i begatoi dhe i dalloi me ato të mira. Kjo është ajo mirësia më e madhe. Lënia si trashëgimi e këtij libri këtij populli të dalluar dhe të zgjedhur është mirësia më e madhe. Çdo mirësi tjetër në krahasim me të është e papërfishme, madje si të mos ekzistonte fare. Mirësia më e madhe dhe absolutisht më e rëndësishme është durimi i këtij libri dhe të qenurit si trashëgimtar i tij, i mësimeve të tij dhe veprave sipas tij. Pastaj Allahu i madhruar përmend shpërblimin që ka rezervuar për trashëgimtarët e librit të tij dhe tha: Xhenetet e Adnit në të cilën hyn ata, duke u veshur me bylyzyk të arit dhe margaritar, veshja e tyre, në to është prej mendafshi. Në xhenetet e Adnit do të hyjnë ata e do të stolisen me byzykari e margaritari dhe veshjet e tyre do të jenë prej mendafshi. Janë kopshte me pemë të shumta të gëshetuara, që mbulojnë çdo hapësirë me hije të gjera dhe u japin jeshi dhe gjellëbërin të përhershëm. Atje ka edhe lumej që rrjedhin me ujë të bollshëm, mbi të cilën ngrihen kështjella e ndërtesat e larta të zbukuruara. Atje do të jenë përjetësisht. Ato janë kopshtet e Adnit. Anë do të thotë vendqëndrimi i përhershëm. Domethënë ato janë kopshtet e vendqëndrimit të përhershëm, sepse janë të përjetshme, ashtu si dhe banorët në to. Pastaj Allahu i lartësuar thotë, e do të stolisen me byzykari e margaritari dhe veshjet e tyre do të jenë prej mendafshi. Ata do të kënaqen me këto stoli të arta, të cilat do t'i duken më të bukurat nga të gjitha stolitet e tjerëve. Në xhenet, si burrat, edhe gratë i kanë të lejuara stolit e arta. Solit e tjera janë edhe el, lulua, domethënë, smeraldet dhe diamantet që u vendosen në rroba dhe trup. Veshjet e tyre në xhenet do të jenë prej mendafshit të hollë dhe të trash, në ngjyrë të gjelbër. Kur mirësitë dhe kënaqësitë e tyre përmbushen, ata do të thonë. Dhe thonë ata, falenderojmë Perëndin, i cili ka zhdukur hidhërimin nga ne. Me të vërtetë, Zoti ynë është falës dhe falënderues. Dhe ata do të thonë, i lavdëruar qoftë Allahu që na i largoi të gjitha brengat. Kjo përfshin çdo lloj trishtimi, pakënaqësie dhe mërzie. Shkaqet e mërzisë së trishtimit mund të jenë të shumta në këtë dynja. Dikush trishtohet për pamjen e tij jo të bukur, dikush për ushqimin dhe pijen e tij, dikush për privimin nga disa kënaqësi. Ndërsa në xhenet kur nuk kanë për t'i ndjerë këto trishtime, sepse ato janë në gradën më të lartë të bukurisë dhe hijeshisë, kanë ushqimet dhe pijet më të mrekullueshme. Lumturia që përjetojnë është e përkryer, sepse kanë çdo gjë që dëshirojnë. Gjithashtu, përjetimet e tyre në xhenet janë të përjeshme dhe kur nuk friksohen se mund t'u largohen. Madje, mirësitë gjithmonë ushtrohen dhe kjo do të zgjasë përjetësisht. Zoti ynë është falës i madh dhe shumë mirënjohës. Ai i fali dhe i mbuloi këto gabime me faljen e tij të gjerë. Allahu është el shekur, pra, mirënjohësi, sepse i pranon ato pak të mira që ne bëjmë dhe i shumëfishon ato. Ai na jep nga mirësi dhe bujaria e tij shumë më tepër se sa mund të shpresonim apo të arrinim me veprat tona. Me faljen e tij, njerëzit shpëtojnë nga çdo fatkeqësi dhe frikë, ndërsa me bujarinë dhe mirënjohjen e tij, ata arrin çdo të mirë, i cili me mirësinë e tij na ka shpërë në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi dhe në të cilën në kë do të vraskapitemi. Është ai që me mirësinë e tij na vendosi në shtëpinë e përjetshme, na vendosi për të qenë përjetësish në këtë vend të mrekullueshëm e jo për t'u larguar prej tij. Allahu e quajti atë vend me një emërtim shumë të bukur, Dar e Mukameti, vendqëndrimi i përjetshëm dhe një vend ku çdo kush dëshiron që të qëndrojë e jetojë përgjithmonë, për shkak të mirësive të shumta që ndodhen dhe shijohen në të. Ajo quhet kështu, sepse mirësitë e kënaqësitë atje janë të shumta e të vazhdueshme.
Atje nuk ka asgjë që mund të sjellë shqetësim me pa kënaqësi, prandaj çdo kush e synon atë vend. Pa dyshim që ai që i vendosi në këtë vend të mrekullueshëm është Allahu i madhruar, që dhuron nga mirësia dhe bujaria e tij. Nuk janë veprat tona, thonë banorët e xhenetit, ato me të cilat ne hyjmë në xhenet, por është mëshira dhe bujaria e Allahut që na i dhuroi. Nëse nuk do të na fuste në mëshirën e tij dhe nuk do të na dhuronte nga bujaria e tij, kur nuk do të mund ta arrinim këtë kënaqësi, ku nuk do të kemi asnjë mundim dhe ku nuk do të kemi asnjë lodhje. Lodha nuk i kap as në trupat, as në zemrat, as në shpritrat e tyre, por ata janë plot gjallëri dhe jetë, plot kënaqësi e lumturi. Kjo tregon se Allahu i bën trupat e tyre të plot dhe të përkryer, aq sa ata ndjejnë kënaqësi dhe rehatin në çdo çast dhe kur nuk e ndjejnë lodhin apo zbejen e kënaqësive. Gjithmonë janë të mbushur me dëshira e kënaqësi, gjallëri e jetë dhe kalojnë nga një kënaqësi në tjetrën. Kjo tregon se ata nuk flenë në xhenet, sepse qëllimi i gjumit është lodha dhe përtërritja e fuqive, por banorët e xhenetit nuk lodhen dhe nuk kanë nevojë që të flenë për të çlodhur. Gjithashtu, gjumi është quajtur si vdekja e vogël dhe banorët e xhenetit nuk vdesin kurrë. Allahu na bëf prej tyre me mirësinë dhe bujarinë e tij. Për ata që nuk besojnë në zjarrin e sterës, ata nuk do të dënohen me vdekje dhe nuk do të vdesin dhe as që do t'u lehtësohet dënimin e të. Ja kështu, ne do ta dënojmë çdo mohues. Pasi përmendi banorët e xhenetit dhe gjendjen, shpërblimet dhe kënaqësitë e tyre të shumta, Allahu i lartësuar vjen të përmend edhe banorët e xhenemit, cilësitë e tyre dhe ndeshkimin që i pret. Ai thot ata që mohuan, Allahun i pret zjarri i xhenemit. Cilësia e tyre është mohimi i besimit. Ata refuzojnë me inat e kokfort si shpalje që profetët i sollën prej Zotit ose i shpërfillin ato dhe e quajnë gënjeshtër takimin me Allahun dhe llogarin para tij. Për këta, Allahu i madhruar thot, ata që mohuan Allahun i pret zjarri i xhenemit. Ata do të ndishkohen me dënimet më të rënda me të dhimbshme. Atyre as nuk u jepet fundet e vdesin. Të rehatohen e as nuk u lehtësohet ndëshkimi. Kështu e ndeshkojmë ne çdo mohues. As u jepet fund që të vdesin dhe të azësohen, e kështu të përfundojnë vuajtjet e tyre dhe as nuk u lehtësohet ndëshkimi. Dhimbjet, vuajtjet dhe dënimet do të jenë të vazhdueshme përgjithmonë. Ky është dënimi i merituar për çdo mohues. I lartësuari thot, kështu i ndeshkojmë ne të gjithë mohuesit. Ata, në të, do të therasin duke bërtitur, o Zoti ynë, nxjerrna prej zjarrit, do të bëjmë veprat e mira, e jo aso çfarë kemi bërë. Atyre ju thuhet, vallë, a nuk u kemi dhënë në jetë juve, aq sa që të mendohet për të, ai që don të këshillohet, e juve madje, u pat ardhur paralajmëruesi. Andaj shijoni dënimin. Për zullumçarët nuk ka kur fare ndihmësi. Dhe atje, në zjarr ata do të klithin. Për ndihmë, o Zoti ynë, na nxirr prej këtu. Ne do të bëjmë veprat e mira, jo se ato që bëni më parë. Ata u lërasin me dhimbje dhe thonë, o Zoti ynë, na nxirr që të bëjmë veprat e mira, jo se ato që bëni më parë. Ata pranojnë se kanë gabuar dhe se dënimi i Allahut është i drejtë, por luten që të kthehen edhe një herë për të bërë veprat e mira. Atyre do t'u thuhet, por a nuk ju dham në jetë aq sa të mund të merrte mësim cili do që dëshironte të merrejë mësim dhe ju pati ardhur edhe paralajmëruesi i qartë. Ne ju dham jetë të jetonit mjaftueshëm që të merrte mësim cili do që dëshironte të merrte mësim. Gjatë kësaj kohe, çdo kush që dëshironte të merrte mësim dhe të përfitonte, mund ta bënte këtë. Në jetën e dunjas, ju mundsuan një jetë e mirë dhe ju furnizuan me mirësi, komoditet dhe rehati. Gjatë jetës së dunjas, ju erdhi edhe paralajmëruesi i qartë. Gjatë asaj kohe, ju sollën shenja dhe paralajmërime të shumta që të gjeni të rrugën e drejtë. Madje, ju unë me pro me mirësi dhe fatkeqësi, me rehati e vështirësi, që gjithmonë të ktheheshi tek ne të penduar dhe të nështruar, por asgjë nga këto paralajmërime e shenja nuk ju bëri dobi. Këshillat nuk gjetën rrugën brenda zemrave tuaja. Kështu, Allahu ju dha afa gjatë gjithë jetës suaj dhe ju avonoi dënimin. Por kur koha e jetës suaj në dynja përfundoi dhe ditët tuaja morën fund, ju ishit në gjendje më të keqe të mundshme për të vazhduar rrugën e jetën e përteshme, e cila është jeta ku ju do të shpërbleni për atë që bët në dynja. Ndërsa ju, pikërisht tani kur është koha e llogarisë me drejtësi, kërkoni që të ktheheni pas në dynja. Pikërisht se kjo që kërkoni është e pamundur dhe tashmë nuk ka më kohë për justifikim e shpëtim. Mëshirë ploti i gjithëmshirshëm është sot i zemëruar me ju, ndërsa zjarri i xhenemit është i ndezur flake me zipret që t'ju përvëlloj brenda tij. Banorët e xhenetit ju kanë harruar dhe as që ju sjellin ndërmend dhe ju do të qëndroni në zjarr përjetësisht. Ju do të vuani dënimin poshtëruese për çmues, shijojini frytet e veprave tuaja. Për keqbërësit nuk ka asnjë ndihmëtar. Askush nuk mund t'ju ndihmojë t'ju nxjerrë prej zjarrit dhe as t'ju lehtësojë sa do pak kat dhimbje e poshtërim. Me të vërtetë, Perëndia është i gjithdijshëm për sekretet e qiejve dhe të tokës. Me të vërtetë, ai diçka ka në zemrat e njerëzve. Nuk ka dyshim se Allahu e di gjithë të fshehtën e qiejve të tokës dhe ai e di mirë gjithçka që fshihet në zemra.
e njerëzve. Pasi përmendi shpërblimin e banorëve të dy vendeve, bashkë me veprat e tyre, me të cilat e merituan atë shpërblim, Allahu i lartësuar na njofton rreth ditërisë së tij të gjerë. Ai na tregon se i dinë detaja dhe fshehtësitë më të mëdha të qiejve dhe të tokës, që krijesat as nuk i shohin as nuk i dinë. Ai është i gjithdituri për të gjitha fshehtësitë dhe ai e di mirë atë që fshihet brenda gjoksit, ligësi ose mirësi qoftë. Ai di për çdo gjë që ka lënë në përmendjen dhe shpirtin e njeriut. Ai do t'i japë çdo kujt atë që meriton. Ai u ka bërë juve zëvendës njërin pas tjetrit në tokë, e kush nuk beson, mosbesimi i tij është në dëm të tij. E mohuesve, mosbesimi i tyre u ashton te Zoti i tyre pezmin, dhe mohuesve, mosbesimi i tyre u ashton humbjen. Është ai që ju bëri ju trashëgimtar, të njeri tjetrit në tokë. Kush nuk besoj? Në Allahun, mosbesimin e ka kundër vetvetes dhe mosbesimi nuk kushton jo besimtarëve asgjë tjetër te Zoti, vetëm se urrëtie. Në këtë ajet, Allahu i Madhruar na tregon për urtësinë dhe mëshirën e tij të plotë të gjithëpërfshirëse për robërit. Ai e përcaktoi në ligjin e tij të krijimit që lloj njerëzor të zëvendësojnë njeri tjetrin në tokë. Në çdo popull, ai dërgoi profete paralajmërues dhe u dha mundësinë që të tregojnë veprat e tyre. Ata të cilët refuzojnë të besojnë e të nështrohen Zotit, që nuk pasojnë shpallje që ai solli përmes profetëve dhe që nuk pranojnë të jetojnë sipas ligjit e tij. Le ta dinë se ky refuzim ka për të rënduar dhe dëmtuar pikërisht ata vetë. Askush nuk mund të shpëtojë e të mbajë peshën e tyre. Le ta di mohuesi i Zotit se me këtë mojë shton vetë dënimin dhe zemërimin e Zotit kundër tij. E ku ka ndeshkim më të madh se zemërimi i Zotit? Pe çuditse nëse ke logjik që të mendosh, ta dish se nuk ka dëshpërim më të madh se sa zemërimi i atij Zoti, që është bujar dhe bamirës. Dhe mosbesimi nuk kushton jo besimtarëve asgjë tjetër, vetëm se dëshpërim. Ata do të privohen nga mirësitë e xhenetit, veprat e tyre do të asgjësohen dhe ata do të humbasin vetveten dhe familjet e tyre në ditën e gjykimit. Mohuesi i Zotit gjytet thellë me thellë në dëshpërim, humbje dhe në poshtërim. Ai është poshtruar tek Zoti dhe tek njerëzit dhe gjithmonë është i privuar nga mirësitë dhe lumturia. Thuaj ju atyre, a i keni pa shokët tuaj idhuj që i adhuroni përveç Perëndisë? Me tregoni mua se çka kanë krijuar ata në tokë ose a kanë marrë pjesë në krijimin e qiejve, ose a u kemi dhe ne atyre një libër e ata ne të kanë argument për këtë çështje. Jo, por zullumçarët i premtojnë njeri tjetrit vetëm mashtrime. Në këtë ajet, Allahu i Madhruar na tregon se sa të pafuqishëm dhe të mangët janë idhujt dhe sa e kotë dhe e padrejtë është idhujtaria nga të gjitha aspektet. Thuaj, a i keni parë? Këta zotat tuaj që ju i adhuroni veç Allahut. Me tregoni çfarë është ajo që kanë krijuar ata në tokë, apo mos kanë ndonjë pjesë në qiej. Thuaj ju atyre, o i dërguar, a i shikoni zotat tuaj që ju i adhuroni veç Allahut. Me thoni, a e meritojnë ata që tu lutesh dhe tua dedikosh adhurimet? Me tregoni çfarë kanë krijuar ata idhuj. A kanë krijuar dete, male, kafsha apo ndonjë send tjetër? Ata sigurisht që do të pojnë se veti krijuesi të gjitha këtyre është Allahu i lartësuar. Pastaj pyeti, mos, vallë, jeni pjesëmarrës në ndonjë prej krijesave qiellore. Vallë, ju i keni krijuar që i dhe merrni pjesë në administrimin e çështjeve të tyre? Pikëshudit se sigurisht që do të thonë se ata nuk kanë asnjë pjesë apo ndikim në to. Atëherë, thuaju, nëse ata as nuk kanë krijuar gjë dhe as kanë marrë pjesë në krijimin e ndonjë grimce në këtë gjësi, përse i adhuroni së bashku me Allahun? Ata janë të pafuqishëm dhe të dobët. Ky është një argument logjik që tregon kotësinë e idhujtarisë dhe dëmin e madh të saj. Pastaj i lartësuari sjell edhe një argument tekstual për kotësinë e idhujtarisë. Ai na tregon se ata nuk kanë asnjë argument nga shpallja e Zotit që të mbrojnë idhujtarinë e tyre. Ai thot, mos vallu kemi dhënë atyre ndonjë libër dhe ata mbështeten në të. Le të sjellin ndonjë libër qiellor që ju urdhëron për të bërë këtë vepër të ulët, që të përkushtohen putave dhe idhujve. Le të sjellin këtë argument nga Zoti, që i bën ata jenë të qartë dhe të qetë në idhujtarinë e tyre. Por çështja nuk qëndron as pak kështu. Para Muhamedit, tek ata nuk ishte shkuar asnjë profet dhe para Kuranit nuk patën asnjë libër qiellor ku të mbështetesh. Por edhe nëse pretendojnë se u ka ardhur libra profet, që i ka udhëruar për shik, ne u themi se kjo është një gënjeshtër e sigurt dhe trillim nga shejtani i malkuar, sepse Allahu thot, ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje të mos i kemi shpallur atij se nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Enbia 25. Kështu, të gjitha shpalljet e Zotit dhe të gjithë profetët e tij janë unanim në urdhrin për njësimin e Zotit dhe sinqeritetin e adhurimit veçse për të. Të gjithë ata ndaluan idhujtarinë dhe urdhëruan për adhurim të sinqertë veçat e tij. Siç thotë i lartësuari, ata nuk qenë urdhëruar për gjë tjetër, përveç se që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë me përkushtim ndaj tij duke qenë besindrejtë hunefae, si dhe të falnin namazin dhe të jepnin zakatin. Kjo është feja e drejtë. Beina 5.
Një pyetje tjetër është dhe kjo: nëse argumentet logjike dhe tekstuale tregojnë për kotësinë dhe vërtetësinë e idhujtarisë, atëherë çfarë i shtyn idhujtarët që t'i përkushtohen dhe ta mbrojnë këtë rrugë, kur mes tyre ka edhe njerëz të zgjuar dhe tempret? Piçuditëse Allahu i Madhëruar i përgjigjet kësaj pyetje duke thënë: jo, keqbërë se ti premtojnë njëri tjetrit vetëm mashtrime. Ajo rrugë në të cilën vazhdojnë të ecin dhe ta mbrojnë nuk është e mbështetur në ndonjë argument, por ata ja trashëgojnë atë njeri tjetrit duke ja stolisur me çdo mënyrë. Me këtë i derritën brezat dhe thinën të vjetrit. Ata u alën trashëgim njeri tjetrit duke u përcjell edhe gënjeshtra që shejtani u inspiron. Ai u zbukuron veprat e këqija dhe kështu ata rritën me to derisa bëhen zakoni tyre. Në këtë gjendje, është vështirë që tu largosh dhe ti ndash ata nga rruga dhe zakoni të parëve të tyre. Ata vazhdojnë të qëndrojnë në idhujtarinë e dënueshme me kokëfortësi dhe pa u menduar. Me të vërtetë, Perëndia mbron ekuilibrin e qiejve dhe tokës nga shkatërimi. Nëse ato nisen ka shkatërimi, askush nuk mund t'i mbrojë, pos ti. Me të vërtetë, ai është i butë nuk nxiton për të dënuar dhe falës i mëkateve. Është Allahu ai që i mban qiejt dhe tokën që të mos bjen. Po të binin, s'ka asnjë veç ti që mund t'i mbaj, ai është i butë dhe falës i madh. Allahu i Madhëruar na tregon për pushtetin e tij absolut dhe për mëshirën, butësinë dhe faljen e tij të gjerë dhe gjithëpërfshirëse. Ai na tregon se i mban qiejt dhe tokën që të mos bien nga aty ku janë. Nëse ato do të binin, askush prej krijesave nuk do të mund t'i mbante, sepse janë të pafuqishëm për këtë. Por është Allahu që e caktoi që të jenë ashtu siç ai ka vendosur. Kështu, krijesat jetojnë në qetësi dhe përfitojnë nga mirësitë që Zoti vendosi në qiell dhe në tokë. Nga ana tjetër, ata mund të nxjerrin mësime të shumta dhe të kuptojnë se sa madhështor është pushteti dhe fuqia e Zotit, dhe kështu zemrat e tyre të mbushen me madhërim, frikë, respekt, dashuri e përunisi për atë. Në këtë mënyrë, ata mund të njohin mëshirën, faljen dhe përkujdesin e tij të madh për krijesat. A nuk e shohin se si Zoti ja fatizon gjinaqarët dhe nuk nxitohet që të dënojë ata që nuk i bindën atij? Përshëndetje, po të dëshironte ai, urdhëronte qiellin dhe tokën që t'i përpinin gjinaqarët. Qielli do të lëshonte dënimin dhe toka do të hapej e do t'i përpinte brenda saj. Por ata janë në mëshirën dhe faljen e Allahut, që thotë, ai është El Halim i butë dhe falës i madh. Dhe ata janë betuar në Perëndin, me betimin e rëndë që nëse ju vje paralajmërues, ata, në të vërtetë, do të jenë ndër më të usuarit nga çdo popull tjetër. Pas se ju erdhi atyre paralajmëruesi, kjo vetëm u ashtoi largimin prej rrugës së drejtë. Ata u betua me betimin më të fortë në Allahun se, nëse do t'u vinte ndonjë profet, ata do të ishin më të uzuar. Me besimtar se çdo popull tjetër. Iku do të krishterët, ata që refuzuan të besonin dhe që të quajten gënjeshtar, të betohen ty, o profet, se nëse do t'u vinte ndonjë profet, ata do të ishin më të uzuar me besimtar se ata dy popull jehudi krishterë. Ata betohen solenisht se, nëse do të ndodhte kjo, do të ishin edhe më të uzuar se jehudët dhe krishterët. Megjithatë, ata nuk i mbajtën premtimet e tyre, por kur atyre u erdhi profeti, kjo ushtoi vetë largimin. Nga e vërteta, për shkak të mendjemadhësisë së tyre dhe të dredhive të tyre për të keqen. Ata nuk e pranuan udhëzimin dhe nuk u nështruan të ndiqnin rrugën e profetit ose. Madje, ligësinë të cilën ishin zhytur e shtuan edhe më shumë pas ardhjes së shpaljes. Për këtë arsye, Allahu tha, kur atyre u erdhi profeti, kjo ushtoi vetë largimin nga e vërteta. Ata e shtuan edhe më shumë inatin, kokëfortësinë dhe refuzimin e së vërtetës, derisa kjo i shtyu në luftë të ashpër kundër saj. Në fakt, betimet nuk u bën duke pasur qëllim të vërtetën, por si shprehje arrogancës ndaj të vërtetës. Nëse do të kishin si qëllim të vërtetën, Allahu do t'ua bënte mbar që ta gjenin dhe ta pranonin atë. Ata thjesht lëvdoheshin me fjalët dhe betimet e tyre, duke dashur të mashtronin njerëzit për t'i bërë të mendonin se ata e donin të vërtetën dhe i trajtonin me urtësi dhe kujdes ftesat e mira. Kështu, pasuesit e tyre mashtroheshin me këto fjalë të bukura dhe merrnin ata si shembull dhe justifikim për të refuzuar të vërtetë. Por, dredhia për të keqen nuk u det asnjë tjetër veç atyre që e kurdisen. A janë duke pritur ata ndonjë ligj tjetër veç ligjit e Allahut ndër popujt e hershëm? Në ligjin e Allahut nuk do të gjesh asnjë ndryshim. Planet e këqija do të rëndojnë veç se mbi autorët e tyre. Edhe në këtë rast, Allahu i lavdëruar i zbuloi betimet dhe qëllimet që ata fshinin, prandaj besimtarët u ruajtën dhe nuk u dëmtuan as pak nga intrigat e mohusve. Të vetmit të dëmtuar ishin ata vetë, sepse u rënduan me peshën e gabimeve dhe u poshtruan, pasi Allahu i madhruar u anxori te palarat në shesh. Intrigat e mohusve ranë mbi kokat e vet atyre, ndërsa zemrat e tyre u mbushën me mëllef. Tashmë mbetet vetë se që dënimi t'i glabëroj, ashtu siç është ligji i pandryshueshëm i Zotit me të parët dhe të fundit. Ky rregull kur nuk ndryshon dhe nuk vlerësohet.
që çdo kush që tregohet i padrejtë, kokëfort e kryenësh me njerëzit, do të përfshihet nga zemërimi e dënimi i Zotit dhe do t'i hiqen mirësitë e tij. Për këtë arsye, le të presin dhe të shohin këta të mirë se çfarë do të ndodhë me ta, se do të jetë ngjashme me atë që ndodhi me brezat e shkuar. Përmendje mallësinë e tokë dhe dinakëritë e shëmtuara që e godasin vetëm pronarin e tij. Vallë, a presin ata diçka tjetër pos dispozitës së atyre të mëparshmëve? Ti, me të vërtetë, nuk mund të gjesh ndryshim në dispozitën e Perëndisë dhe as që do të gjesh transformim në dispozitën e Perëndisë. U tefsiru sure Fatir, ajet 42. Vallë, a nuk kanë votuar ata në përbotët të shohin si ka qenë përfundimi i të mëparshmëve, e të cilët kanë qenë më të fortë se këta. Dhe Perëndisë nuk mund t'i shpëtojë asgjë, as në qiell as në tokë. Ai, me të vërtetë, është i gjithëdijshëm dhe i pushtetshëm për çdo gjë. A nuk udhtojnë ata në për tokë e të shohin se si që e fundi atyre që ishin më parë? Ata ishin më të fuqishëm se këta. Të sotmit, Allahu i lartësuar na nxit që të udhtojmë në për tokë me zemrat dhe trupin tonë, me qëllimin që të nxjerrim mësime e jo thjesht për të sorollatur dhe përpar botën me sy. Ai na nxit që të shohim dhe meditojmë për përfundimin e brezave të parë, të cilët refuzuan të besonin dhe ndiqnin profetët e dërguar nga Zoti dhe shpalljet e sjella prej tij. Ata kishin edhe më shumë pasuri, pasardhë dhe ushtri. Ata populluan tokën dhe ndërtuan më shumë se sa këta të sotmit. Por kur erdhi dënimi i Zotit, atyre nuk u vleu as pak forca e tyre. Asnjë dobi nuk u bëri tek Allahu pasuria dhe pasardhësit e shumt. Mbi ta u përmbush dëshira dhe caktimi i Zotit dhe u zbatua ligji i tij. Allahut kur nuk mund t'i shmanget asgjë në qiell dhe as në tokë. E si mund të ndodhë kjo kur Allahu është absolut në diturinë, pushtetin dhe fuqinë e tij? Pikërisht se ai është i gjithditur, i gjithfuqishëm. Në vijim, Allahu i madhruar na tregon madhështinë e faljes dhe mëshirës së tij dhe për afatizimin që u ofron atyre që bëjnë padrejtësi e krimet e mëdha. Ai thotë: sikur Perëndia t'i dënonte njerëzit sipas veprave të këqija që bëjnë, nuk do të mbetin në sipërfaqen e tokës asgjë e gjallë, por ai shtyn ata deri në afatin e caktuar, dhe kur t'u vjen afati i tyre, Perëndia, me të vërtetë, i sheh mirë robëritë e vet. Nëse Allahu do t'i dënonte njerëzit sipas veprave të këqijat e tyre, nuk do të lindte mbi faqen e dhut asnjë gjallësë. Dënimi do të ishte gjithëpërfshirës, që nuk do të lindte jashtë as edhe kafshët, të cilat janë jo të përgjegjshme ligjërisht. Por Allahu i lartësuar është i mëshirshëm dhe i butë. Për këtë arsye, ai le ata deri në afatin e caktuar. Ai afatizon, por kur nuk i haron dhe nuk i le pa marrë në përgjegjësi. Por kur të vijë afati i tyre, le ta dinë se Allahu shikon gjithçka nga robëritë e vet. Dituria e tij për veprat e tyre është e plotë, prandaj do t'i shpërblej për çdo të mirë dhe të keqe që kanë bërë. Këtu përfundon edhe tefsiri i surës Fatir. I gjithë falënderimi dhe lavdërimet i qofshin Allahut, Zotit të botëve.